Brëma të dashur miq, mirë se erdhët në Ekopolitik. Ku mund të investojnë parat? Duket se është një dilemë e madhe që shqetëson shumë prej nesh, qofta nëse kanë pak para apo shumë të tilla. Ti mbajmë në banka, ti depozitojmë, interesat e këtyre të fundit kanë rënë ndjeshëm 2 vitet e fundit. Ti investojmë në letrat me vlerë të qeverisë, bonot e thesarit apo obligacionet afatgjata, gjithashtu dhe këto kanë mësuar rënje të ndjeshme duke mos qenë më alternativa shumë fitimprurse si disa vite më parë. Të bëjmë një biznes, apo të investojmë për të zhvilluar një aktivitet privat të nisur tashmë, edhe këtu ka risje duke pasur parasysh ngadalësimin e aktivitetit ekonomik në vend. Ku mund të investojmë? Duket se në tregun shqiptar, vitet e fundit kanë filluar të shfaqen dukshëm disa alternativa të tjera, por që mbajnë risk të lartë për gjithë depozituesit. Fajdet janë rikthyer veçanërisht për sektor të caktuar të ekonomisë si ndërtimi, por edhe investimi në bursat online, të cilat janë të palicencuara, siç thash më lart, risku është shumë i madh për gjithë qytetarët që vendosin të zgjedhin këto alternativa për të mbyllur kursimet e një jete. Dhe për të folur për gjitha mundësitë që kanë sot qytetarët shqiptar për të investuar kursimet e tyre, sa të mbrojtur janë nga ligji, çfarë duhet kenë kujdes dhe parasysh, për këtë ne flasim sot. Me mua në studio, Pajtim Melani, kryetari i bordit të Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare. Zoti Melani, faleminderit që pranove ftesën. Mirëmbrëma. Artan Gjergji, pjesë e diskutimit sot me ne, ekspert për sistemin bankar dhe ekonominë. Zoti Gjergji, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësi ime. Edvin Libova është pjesë e diskutimit sot me ne, ekspert i njohur i sektorit bankar. Zoti Libova, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit. Arjan Kadaria, pjesë e diskutimit sot me ne, ish antar i Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë, një razi pedagog në Institutin Kanadez Teknologji. Zoti Kadaria, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Do të kemi një lidhje paralele edhe 2 përfaqësues që do të jenë pjesë e panelit sot me ne. Është Ajredin Fratari, është presidenti i Konfindustrisë Shqiptare. Zoti Fratari, faleminderit që pranove ftesën, kënaqësi që të kam sot me ne. Do të jetë pjesë e diskutimit edhe Sajmir Shatku, është përfaqësues i Dhomës Kombëtare të Notarisë. Zoti Shatku, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit juve. Të dashur miq, përpara se të nis bisedën me të ftuarit e mi me pyetjen e madhe se ku mund të investohen sot aktualisht parat, cilat janë alternativat që ofron ekonomia shqiptare dhe tregu vendas, ndjekim një sër dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar. Të investosh sot është e vështirë edhe kur ke para, pasi nuk di se ku. Rrugët që deri më tani kanë gjeneruar fitime të sigurta duket se po mbyllen. Interesat e depozitave kanë zbritur duke kapur minimumet historike në vetëm 1.3% në fund të tetorit, nga 6% në shtator të vitit 2011. Interesat e depozitave kanë zbritur në nivelin e inflacionit, çka do të thotë se qytetarët dalin me humbje. Rënje drastike kanë pësuar dhe bonët e thesarit, ato me maturitet 1 vjeçar. Zbritën në ankandin e zhvilluar në fillim të janarit në 2.2%, nga 2.5% që ishte në ankandet e zhvilluara në dhjetor dhe 2.8% që ishte në nëntor. Edhe interesat e bonove po shkojnë drejt inflacionit, e thënë ndryshe, atë që qytetarët e fitojnë nga interesat e humbasin nga zhvlerësimi i lekut. Rënje kanë pësuar edhe obligacionet 10 vjeçare, në ankandin e pak ditëve më parë, ku shitën këto letra me vlerë të qeverisë, interesi ra në 7.9%, ndërkohë që në ankandin e obligacioneve 10 vjeçare zhvilluar në tetor të vitit të kaluar, interesi ishte 8.9%. Pra, interesat kanë rënë me 1% në harkun kohor të 3 muajve. Edhe të bësh biznes në këtë kohë nuk është më alternativë. Rritja e taksave, aksioni anti-informalitet dhe ndryshimet e shpeshta ligjore janë vetëm disa nga pengesat që të stepin të investosh. Banka e Shqipërisë ka konstatuar gjatë gjithë vitit 2015 kurrin e shpenzimeve dhe investimeve private, në kushtet e një konsumi anemik. Ku po i çojnë shqiptarët kursimet e tyre? Zoti Libova, ku mund të investohet sot? Duket se është një pyetje për $1 milion. Atëre, varet nga shuma dhe nga personi që i zotëron. Nëse flasim për një investitor ose për një biznesmen, sigurisht nuk na takon t'ia themi atij se ai ka të zgjidhur problemin, do thoja që kush ka $1 milion gjen kollaj fushën. Pra ne kemi parë investitorët që lëvizin nga ndërtimi tek bujqësia, nga bujqësia tek fasoni, nga fasoni tek një drejtim tjetër. Kjo do të thotë që kam përshtypjen ne do diskutojmë këtu më tepër për kursimtarët, për depozituesit, sepse biznesmenët për qytetarët. Ashtu siç e thatë dhe në hyrjen tuaj dhe në insertin që pam, normat e interesit të depozitave kanë rënë në mënyrë drastike, pra janë praktikisht afër 0%. Pra, ata që investojnë nuk është se presin në një fitim të madh, thjesht i mbajnë për t'i ruajtur në bankë? Nga eksperienca ime dhe nga që kemi parë në gjithë historikun e tregut bankar, sot jemi në gjendje ku qytetarët, pra depozituesit, i lënë parat në bankë kryesisht për efekt ruajtje, jo për efekt fitimi. Që do thotë nuk jemi në situatën e përpara disa viteve ku përveç garancisë së ruajtjes kishim edhe interesin ose kishim edhe fitimin. Ka një çik nonsens?
Sepse zakonisht mbyllen në banka që ti të kesh një lloj fitimi. Jo, prandaj po Sepse themi për t'i ruajtur një bankë në shtëpi, në kasafor. Jo, nuk është aq e sigurt sepse je target i keqbërësve dhe pastaj ka pasoja të tjera. Unë do të thoja që varet nëse diskutojmë për shuma të vogla dhe për shuma kursimesh familjare, për zonat të caktuara, do themi, po marr kot një shembull, nëse kemi flasim për depozituesit e pjesës bregdetare, do thoja që do ishte shumë e rëndësishme që këto familje, këta depozitues, këta qytetarë që kanë këto kursime, në vend të lënë në bank, mund të investojnë në bizneset familjare që lidhen me turizmin, me agroturizmin, sepse një investim sa do i vogël, po themi disa mijëra dollarësh, mund të sjellë të ardhurë shumë më tepër se sa duke lënë parat në bank që praktikisht vetëm se i ruajnë dhe asgjë tjetër nuk përfitojnë. Kjo mund të ishte për një kategori caktuar. Por fushat ose drejtimet janë të ndryshme, kështu që pa hyrë në për detaje do i rikthehemi. Zoti Gjergje, ju cila do të ishte këshilla juaj? Bashkohem me Libohovën që realisht këshilla ndaj investitorëve varet nga tipi investitori që ju keni përballë, sepse ka të bëjë shumë pra në teoritë e investimit në fushën e investimit, ka të bëjë shumë mosha e personit që ka kursimet, ka të bëjë shumë puna që ai bën, sjellja e tij ndaj riskut, ka njerëz që marrin më tepër risk mbi vete, ka njerëz që nuk e pëlqejnë riskun, pra preferojnë një fitim më të vogël, po një risk më të vogël. Etj. Pra ka një sër komponente. Nëse i referohemi inserit që ju sapo prezantuat, është e vërtetë që për shkak të politikës monetare që Banka Qendrore aplikon prej pothuajse 2-3 vjetësh, kemi një rënje të normave të interesit bazë, të cilat janë edhe target ku bazohen gjithë përcaktimi të çmimeve të përkatëse që vën bankat, qoftë për interesat e kredive, ashtu edhe për depozitave. Kështu që kjo ka çuar në këtë situatë ku jemi, pra nuk është se ka ndodhur një apokalips, janë situata krejt normale në tregun financiar, nuk ka vend për shqetësim, thjesht është reduktuar marzhi i fitimit apo norma e kthimit që çdo investitor ka në depozita apo në instrumente financiare. Depozituesit nuk marrin fitim nga paratë që kanë mbyllur. Tashmë, por nuk duhet harrojmë edhe faktin që bankat nuk ofrojnë vetëm pjesën e normave të kthimit, por edhe atë që quhet safe keeping apo mirëmbajtja, ruajtja në besim. Dhe në pikën ku kemi ardhur në këto norma, realisht norma e kthimit për to është zakonisht shumë e vogël, por është një alternativë, ju do i këshilloni të mbanit në banka? Absolutisht. Në kushtet e një mungese tjetër alternativë investimi, më mirë gjithë likuiditetet tepërta duhet mbahen në institucione financiare se sa jashtë institucione financiare, sepse kemi mjaft rreziqe, këtu përmend vetëm pjesa e keqbërësve, vjedhësve, po kemi edhe rreziqe natyrore, tërmeti, zjarri, një sërinë komponentës, të cilët nuk do donte asnjë kursimtar të kishte probleme. Si bëjnë gjithë bizneset në Jo, nuk mund sigurohet shumë parash në ambient shtëpie, asnjë kompani sigurimi nuk do merrte këtë risk përsipër. Për të ardhur tek alternativa investimit pastaj, duhet të shpjegojmë dhe publikun që politika monetare që aplikon Banka Qendrore nuk është rastësore. Pa kush është qëllimi i uljes së normave të interesit? Qëllimi i uljes së normave të interesit është një instrument që Banka Qendrore përdorin jashtëzakonisht shumë frekuentli në mënyrë që të nxisin rritjen e ofertës monetare, sasinë e paras në qarkullim. Gjë që s'ka ndodhur sepse kanë rënë ndjeshëm depozitat krahasuar me interesat e kredive. Për ata që na dëgjojnë, ideja është që ulën normave të interesit në mënyrë që qytetari të bëj kalkulimet vetë në varësi të asaj që thash, riskut, moshës, një sërinë komponentardhove që ai ka, dhe të vendosë nëse ja vlen t'i mbajnë depozita me norma të ulta, apo t'i investoj në biznese që mund të kenë normë kthimi më të lartë. Këtu pastaj vlen për të diskutuar, a ka biznese, a ka kursimtarë të cilët realisht me kursimet e tyre minimale do ishin të gatshëm të investonin në investime të caktuar në biznese, pra të injektoj kjo para në ekonomi, sepse qëllimi i Bankës Qendrore pikërisht ky është që ajo para të dalë nga institucionet financiare dhe të shtrihet në financimin e ekonomisë, se biznesi sot ka probleme për likuiditetin. Por duhet kuptojmë edhe atë që është një çik problematike pjesa e mallësisë së këtyre kursimeve, sepse jo gjithmonë mallësia e këtyre kursime është e madhe. Kemi kursime shumë të vogla, shumë simbolike, të cilat edhe po duan, pra dhe po të ekzistojë vullneti i kursimtarit për të investuar në bizneset më dha, është e pamundur. Fjala bie me 1 milion lekë të vjetra apo me 100.000 lekë të reja, është e pamundur të bëni biznes. Kështu që sikur kishim edhe një treg të letra me vlerë apo një bursë të zhvilluar, absolutisht kjo do ishte një alternativë shumë e mirë edhe për ata për të investuar. Zoti Kadareja, aktualisht qytetarët po i investojnë paratë e tyre apo po zgjedhin forma, po i përdorin qoftë edhe me fitime minimale, por me një risk shumë të lartë, duke pasur parasysh edhe gjendjen e ekonomisë. Çfarë po ndodh? Unë mendoj që një rëndësi të madhe ka qëllimi i kursimit. Do të thonë, ne transferojmë fuqinë blerëse, do të thonë ato që na mbeten, për një qëllim të caktuar.
Domethënë, ka raste që transferojmë për konsum. Domethënë, nuk i konsumojmë tash, do t'i konsumojmë në të ardhmen. Ka raste që kursimi bëhet për një qëllim caktuar, domethënë për të ndihmuar fëmijët kur do të dalin në shkollë, domethënë për të paguar shkollën. Ka raste që kursimet janë për fond pensioni shtesë. Domethënë, në varësi të gjatësisë së parashikuar të kursimit, në atë varësi duhet bërë dhe investimi. Domethënë, në qoftë se planifikon që parat do t'i konsumosh për shkollimin e fëmijëve mbas 10 vjetësh, e vlen që të blesh obligacionet qeverisë. Të mos harrojmë obligacionet qeverisë prapse japin një 7,%. 7,9%. 7,9%. Duke hequr diçka nga kostot e blerjes, kostot e transaksioneve, edhe duke parashikuar që do ta shpenzosh mbas 10 vjetësh. Domethënë do ta mbash deri në maturim, që të mos ekspozohesh ndaj rrezikut normës interesit, sepse obligacionin, nëse normat e interesit rriten eventualisht, i bie çmimi. Dhe ti nëse do ta shesësh shumë përpara maturimit, ke një humbje kapitale. Domethënë në vend të fitosh diçka me kohën ti humb, nëse e shet para maturimit. Pra, nëse periudha e kursimit përputhet me afatin e maturimit të obligacionit, e vlen të blesh obligacione. Pra, letrat me vlerë të qeverisë janë afat 7 vjeçar dhe 10 vjeçar dhe kanë një interes më të lartë, 7,9% aktualisht në vit. Edhe t'japin shumë më tepër se inflacioni vjetor. Pra, nuk humbet nga zhvlerësimi i lekut, e këtë garantuar atë fitim. Nuk humbet, e përballon shumë mirë atë. Dhe është një gjë që qeveria është e interesuar që të nxjerrë borxha afatgjat. Kështu që emetimi i obligacioneve do shtohet në të ardhmen, relativisht. Kjo është për ata të cilët kanë shumë të mëdha parash, do me thënë, ju këshilloni obligacionet apo letrat me vlerë afatgjata të qeverisë, për njerëz të cilët kanë shumë? Jo, varet nga afati i investimit. Nga destinacioni. Nga destinacioni, qëllimi. I investon për 10 vjet, mirë është të blesh gjëra afatgjata dhe pa risk natyrisht. Obligacionet e qeverisë janë pa risk, mos kthimi, kanë vetëm riskun e normës interesit. Nëse kursem për fond pensioni e di kur do dalësh në pension, e mat pak a shumë horizontin dhe mbi këtë bazë bën zgjedhjen. Domethënë, nëse janë investime afatgjata, mirë është që të fitosh norma interesi relativisht më të larta se normat e investimeve afat shkurtra të bonove, mirë është që të investosh në afatgjata. Duhet marrësh parasysh rrezikun. Rreziku i obligacioneve i mos kthimit është shumë minimal, është zero. Është zero, se janë letrat me vlerë qeverisë. Edhe janë të denominuara në lek. Është rreziku i inflacionit, nëse inflacioni fillon të rritet. Edhe zhvlerësimi i monedës kombëtare nëse ndodhi një gjë tjetër. Zhvlerësimi i monedës kthehet në inflacion, sepse ato janë, domethënë rreziku i inflacionit. Tashti, përsa i përket investimeve afat shkurta të kursimeve, unë mendoj që me gjithë se norma interesit në depozita dhe në bono është e ullët, është më mirë se sa hiqi, e para, dhe e dyta duhet harruar që dhe inflacioni është i ullët. Ne vërtet e kemi inflacionin 2%, ka gjishtë në vjetor. Është më i lartë se sa norma interesit e depozita një veçare, mesatarja. Por, të mos harrojmë që është inflacion që është shkaktuar kryesisht nga ushqimet. Domethënë, në qoftë se heqim efektin e ushqimeve, inflacioni është më i vogël se 1%. Po të shofësh, domethënë, ato që quhen madra konsumi afat gjatë, ka një inflacion zero. Pra, një kthim mbi 1%, duke llogaritur dhe që inflacioni është shumë asimetrik, është sidomos nga ushqimet e papërpunuara, i bie që prapë në bank i ketë sigurta dhe... Po nuk ke fitim shumë të lartë. Sigurisht, nuk ke. Por është një kursim që eventualisht do shpenzohet, nuk është afatgjat. Në falë, ta bëjmë në të kundërtën. Edhe sikur ti mbani në shtëpi, fitimi një lloj është, po keni rrezikun e shtuar të vjedhjes, të zjarrit, të tërmetit. Asaj nuk është zgjidhje. Po depozitimi në bankë, në vetvete, a ka qëllim që të sigurohet një fitim? Një minutë, mos t'inga. Në momentin që ti depoziton para, pritshmëritë janë që ti të kesh një fitim, Kisha e diçka të vogël dhe pastaj e mbylla. Je parat bankës ti qarkulloj ato para, ti përdori. Janë ca fonde investimi. Po se do i diskutojmë edhe si alternativa me zotin Elena. Janë disa fonde investimi që janë të mbikëqyrura nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare. Kanë më rrezik se sa depozitat e bankave, se s'kanë ndonjë garanci. Por kryesisht investohen në letra me vlerë të qeverisë shqiptare. Dhe letra afatgjata. Kjo bën që kthimi i këtyre fondeve, që janë dhe të diversifikuara, simbas letrave me vlerë ekzistuese,
bën që kthimi i këto fonde tjetë më i ullët se kthimi i obligacioneve afatgjata, po tjetë më i mirë se sa kthimi i bonove. Pra, është një rrugë ndërmjetme. Dhe mund t'i likuidosh në çdo moment. Në kohë që obligacionet 10 vjeçar nuk i prek dot. Jo, është e vështirë të gjesh treg sekondar për ta kthesh në likuid, ta shesësh. Nuk është likuid. Kurse këto mund t'i kthesh prapë sepse kështu është rregulli. Domethënë mora në një argument para prak, por Zoj Melani, duket sikur po mbyllën rrugët për qytetarët shqiptar, për kursimtarët familjar, për të investuar paratë e tyre. Pasi depozitat kanë rënë, tashmë bankat bëjnë vetëm ruajtje. Bëjmë vetëm procesin e ruajtjes. Bonot e thesarit, cilat u pan të pak në vitet e fundit si një alternativ shumë e mirë dhe për individët që shkonin pranë bankave tregtare për të investuar në të drejtim, po vjen afër inflacionit, do të thotë ato 2.2% ishte në ankandin e fundit bonot një vjeçare. Prap, duket sikur nuk po sigurojnë fitime. Obligacionet, edhe pse janë në rënje, ju çfarë do të këshillonit? Për ta sqaruar çështjen një pikturë pak më të madhe se sa thjesht shifrat e ankandit radhës, që siç thatë ju është 2.2 dhe gjithsesi është më mirë se sa depozita. Unë do thoja që pas vitit 2008, kur ekonomia botërore hyri një krizë financiare, më pas krizën e ekonomisë reale, dhe kriza u përhap gjërësisht në gjithë botën, gjithë ekonomitë përgjithsisht kanë pilotuar poshtë me norma interesi. Pra ne kemi një trend rënës të normave të interesit të udhëhequra nga bankat qendrore, të cilat bëjnë politikën monetare dhe pastaj ndiqen nga bankat tregtare dhe bankat e investimeve. Madje në disa vende e filloi Japonia, pastaj edhe Gjermania dhe disa vende tjera, ne sot kemi interesa negativ. Kështu që ajo që ju thoni nuk shtrohet fare si hipotezë, pra mbajtja parave në shtëpi, sepse mund të kesh parat në bankë dhe të marrësh interes negativ. Për çfarë është gjithë argumenti i normave të ulta të interesit është për të nxitur zhvillimin ekonomik, pra për të dekurajuar kursimin dhe për të nxitur investimin, sepse këto janë dy alternativat bazike, nisur nga qëllimi siç thanë dhe parafolësit. Sa përket numrit alternative, unë them që po shtohen dhe nuk po paksohen. Vetmi alternativ që ne na mungon sot është bursa. Ku shihni të shtuara? Po sepse për shembull në 3 vitet e fundit në Shqipëri ka 2 fonde investimesh, një në euro, një në lek, për fat lidhen me emrin e sponsorit tuaj, kështu që Raiffeisen Invest. Okej, ju po e citoni si një alternativ e mirë investimi. Sigurisht me një azhurnim të riskut, por jo në një diferencë shumë e madhe. Përveç faktit që depozitat, përveç sigurimit nga banka sigurohen dhe me një ligj të veçantë, që pra është buxheti si last resort, pra burimi i fundit që siguron bankat, edhe fondet kanë pak a shumë një portofolio investimi në letrat me vlerë të qeverisë. Si funksionon si skem? Unë si qytetar, shkoj tek Raiffeisen Invest, investoj për të marrë një informacion dhe dikush në dëgjon. Çfarë duhet bëj? Ju si qytetar shkoni pra një nga 2 fondeve, nëse keni të ardhurat në lek, këshillohet të investoni në lek, nëse është në euro për të shpangur riskun e kursit këmbimit. Ne si autoritet mbikëqyrës financiare, duke qenë se kemi në mbikëqyrje, dhe unë besoj që ne jemi të kënaqur me performancën e tyre nga pikpamja e rregullimit dhe nga pikpamja e funksionimit, kemi natyrë njësoj rregullorësh për transparencën dhe për likuiditetin e këtyre fondeve. Pra janë të sigurta dhe mbuluara nga pikpamja ligjore. Pra janë të rregulluara dhe janë të mbrojtura sepse koeficienti i likuiditetit që ato duhet të mbajnë është i monitoruar në kohë reale nga pra kanë para të depozituara që në çdo moment të kompensojnë depozituesit. Eksakt. Dhe nga ana tjetër edhe portofoli investimit përgjithsisht mbi 95% është në letra me vlerë. Përgjithsisht në letra me vlerë afatgjata, siç tha zoti sekretare, sepse kthimi është më i madh, pra interesat janë më të larta. Janë letra me vlerë jo vetëm qeverisë shqiptare, dhe qeverisë të vendeve tjera dhe vetëm një pjesë shumë e vogël e portofolit është investuar në kompani private. Ku ndryshon nga obligacioni? Do të thënë nga unë si individ që shkoj te një bankë tregtare dhe them në ankandin e radhës së qeverisë të obligacioneve 7 vjeçare apo 10 vjeçare duhet të investoj 10 milion lek dhe në rastin që i drejtohem fondit të investimeve për të investuar të njëjtën shumë. Ku dallon? Tani ju si individ, them unë, përgjithsisht nuk keni të njëjtën sistem informacioni dhe të njëjtën shkallë informacioni siç ka një fond investimi i cili mendoj që ka një ekip profesionistësh që menaxhojnë portofolin tuaj. Kjo është diferencë. Ajo çfarë unë personalisht që kur kam qenë në Bankë Shqipërisë kam rekomanduar është që individët të jenë me instrumenta pak më afatshkurtër ku edhe kthimi është më shpejt, edhe menaxhimi pastaj i raundit tjetër është më shpejt, siç janë bonet e saj. Të mos bëhen 10 vjeçare, siç tha zoti Kadareja. Jo, varet nga qëllimi, por thash herë që ti po i patë për 10 vjet, pse do të kesh një informacion të plot. Dhe tjetra është besoj që fondi investimit ka një normë kthimi pak më të lartë, të thoja
nga pikpamja e cilësisë portofolit, sepse pra nuk ka vetëm letrat me vlerë qeverisë, por siç thash ka një pjesë shumë të vogël edhe të kompanive dhe letrat me vlerë të qeverive të tjera. Kështu që këto ishin pra dy mundësi që ne tham në bank depozitat, në fondet në lek ose në euro, pastaj janë vetë investimi qytetarëve në bono ose në obligacione. Dhe ajo çfarë rishtas po shfaqet janë dhe investimet në platformat online, në ato që si thua. Se do i diskutojmë. Bursat online për cilat dhe AMF-ja ka pasur shqetësime. Me që tha që po ngushtojnë rrugët, pra është rrugë që përshtohet, por që kërkon mbikëqyrje. Në shtesë të asaj që tha zoti Milani, janë dhe fonde pensioneve që përsëri janë alternativë, janë skema kursimesh, që përsëri menaxhohen nga profesionistët. Për të sqaruar ndoshta edhe pak për publikun shumë shkurt, pyetjen tuaj që sa po thatë kush diferenca mes investimit në obligacion dhe investimin në një fond pensioni, duhet kuptojmë që marrëdhënia në investimin në një qytetari në një obligacion, qoftë ky thesarit të shtetit, qoftë ky një kompanie private, është një marrëdhënie dypalshe. Pra investitori i jep para borxh emetuesit, në rastin tonë qeverisë, atij që shet obligacionin, dhe me premtimin që do i paguaj përsëri të njëjtin principal, pra të njëjtën sasi parash, plus norma interesi të mbien. Kjo është marrëdhënie dypalshe. Dhe normalisht aty don pak më tepër vlerësim, nëse nuk do ishte qeveria që ka një farë garancie, po të ishte një kompani private, vetë investitori duhet të jetë më i kujdesshëm, të shohë bilancet, është risku pak relativisht më i lartë. Ndërkohë që fondet pensioneve nuk janë asgjë tjetër përveç se grupime fondesh të mëdha, të cilat menaxhohen tashmë jo vetëm nga individi që ka kursimet, po menaxhohen nga një set profesionistësh, nga një grup profesionistësh që në rastin ton janë brenda bankës, të cilët ndjekin bursën për ditë, shohin normat e kthimit për ditë, vendosin, pra është një set me instrumente të ndryshme, vendosin që të fusin në atë shportën e produkteve financiare, disa produkte që cilën normë kthimi më të lartë për investitorin dhe risk më të vogël. Pra, kursimtari apo investitori blen një portofol që është i diversifikuar shumë mirë nga profesionistët. Thonë ndryshe, ju jeni një doktor, ju jeni një profesionist që s'keni fare lidhje me tregun financiar, dhe në rast se do duani të investoni paratë tuaja në bono thesari apo në një obligacion të një kompanie private, duhet të bëni në çik edhe edukat financiare, të interesoni për kompanijet, ndërsa në rastin e investimit në fond investimit, këtë kërkim tregu e bëjnë profesionistët dhe ju bleni një pjesë të ati fondi në mënyrë më kam të drejtë që në periudat caktuara ti të rrish fondet e investimit në gjithë botën, nga vetë filozofia, fondet e investimit garantojnë kthimin mbrapsht, pra blerjen mbrapsht të kuotës. Pra në momentin që investitori do të dalë nga kjo skem, absolutisht fondi investimit është detyruar t'ia blejë mbrapsht kuotat me çmimin që është në atë moment i kuotuar në tregu. I cili është transparent. I cili është transparent çdo ditë. Thelbi i çështjes është nuk ka rrezik mos kthimi, edhe po ta blesh obligacionin. Problemi është rreziku i normës interesit. Fondi e menaxhon shumë mirë sepse e diversifikon, edhe rreziku i normës interesit nuk ekspozohesh. Por natyrisht ke fondi duhet paguash menaxhimin. Domethënë, vjen me një kosto. Ekipin do të paguash menaxhimin. Vjen me një kosto. Kurse po e bleve vetë, dhe mbajtë për 10 vjetë, e merë shqeto vetë, domethënë. Pra, njeriu duhet bëj... Por obligacioni nuk është diversifikuar. Sigurisht. Një kohë që në fond investimi që mund keni dhe aksione, mund keni dhe periudhën e obligacione. investimit baraz me maturimin. Nëse nuk e ke periudhën e investimit baraz me maturimin, atëherë më mirë fondi se sa obligacioni. Kostot që paguan ekipin e profesionistëve që bëjnë kërkimet për ty janë asgjë krahasuar me përfitimin që merr investitori në kërshi. Janë komisione që qytetari paguan edhe thjesht në një transakcion banke për ditë. Edhe kur tërheq duhet paguar. Okej, do doja një lidhje me zotin Fratari. Zoti Fratari, si keni parë ju, edhe si biznes apo si përfaqësuesi një shoqate biznesi, rënien e ndjeshme të interesave të depozitave? Sa e leverdishme është në një situatë ekonomike e cila ka problemet e saj, është ngadalësuar aktualisht dhe të bësh biznes ka risk. Nga ana tjetër kemi një rënje të interesave të depozitave. Si shihni këtë raport? Tashi, kjo është një gjë mjaft e mirë sepse njerëzit mund të marrin kredira me interesa shumë të ulta dhe mund të investojnë. Mënyra është të shohësh ku mund të investosh. Një nga investimet më të mira, duke u nisur nga anglezët që janë edhe nga popujt më të zgjuar, është në imobiliare. Pasuritë e patundshme, do me thënë të blesh prona. Një kohë që të gjithë të tjerët investuan në bursa dhe i humbën, anglezët nga 45 investuan në apartamente. Vlera i rrit disa herë dhe arrit e ëndër ndaj anglezi londinezi të bëj një vilë në fshat dhe të japi atë apartamentet e tij me qira. Nga
analizat kemi bërë ne, në qoftë se investon në imobiliare, fitimi është minimumi 10%. Jo ta mash për vete, po ta japësh me qera. Dhe mas 30 vjetësh që e ke marrë këtë fitim nga qeraja, ajo imobiliare i shtuar vlerat paktën 3 herë, minimumi 3 herë. Sot për sot ne kemi çmimet më të ulta të apartamenteve në Europë. Po si shpjegoni faktin që tregu është i bllokuar, fakti që nuk ka kërkesë për blerje apartamentesh, qerat kanë pësuar rënje, gjithashtu edhe për sa i përket çmimeve të apartamenteve në periferi? Ne flasim, shiko, kërkesa ka për periferin, për çmime të ulta. Një njeri që blen një apartament 2.800.000 lekë, do më 28 milion të vjetra, një garsoniere, në aty, a i bësh një llogaritë të thjeshtë, sikur ta japi me 100.000 lekë, do më 85.000 do marrë, se 15% ja pagon shtetit, në aty 85.000, ati i del me një interes shumë të lartë kjo për 30 vjetë. Dhe e garsonieri që e ka blerë me 450 euro, mas 30 vjetësh minimumi do jetë 1.500 euro. Qartë. Po, janë të prirur qytetarë shqiptarë në këtë periudhë që të zgjedhin këtë alternativë investimi, si kanë qenë situata? Kanë filluar tash me qenë se bankat po i ndihmojnë mjaft. Kanë atë 30%, se si kanë të gjithë, ka shumë lekë, kanë atë 30% dhe 70% i marrin nga bankat, ka dhe banka që japin 80% kredi. Një investim tjetër prapë me leverdi është bujësia. Ne duhet i kthejmë bujësisë, se kemi toka shumë të mira. Një rast, po e thoj edhe shokëve, aty, rastisht ishim në Torino dhe aty në një darkë ishe edhe pronari Ferreros. Dhe tha, më duhen lejthi, tha. Unë lejthit i marrë nga Nadolli. Një shoku tem me i herë e pa se ka një 2000 hektar në jug nga Përmeti. E gjeti tregun. 500 hektar të mbjellë me lejthi. Po gjeti tregun. Pra, edhe në investimin në bujësi konsiderohet si një alternativë. Kurse, për investitorët e mëdhej, që ose bashkohen disa investitorë, investimi më i mirë, në qoftë se nuk është ndryshuar ligji që kishte vënë Partia Demokratike, është investimi malor. Për ski, për zona malore, ka qenë një ligj, nuk i marrin vesh ndryshimet e ligjit, ka qenë një ligj për 8 vjet, në qoftë se investon në zonat malore nuk pagon asnjë taks. Po, investimi në... Pra, një formë edhe për zhvilluar turizmin malor. Një formë shumë e mirë që të bësh. Ne harxojmë për ski, ne harxojmë $200 milion në vit. Duke shkuar në Maqedoni, në Kaloshin të asaj, plus pastaj që janë të pasur shkojnë në vende të tjera. Faleminderit zoti Fratari. Një hapësirë shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Do të flasim për format e reja të investimit, cilat janë me risk të lartë për qytetarët që janë kthyer në mod në një farë mënyrë. Janë bursat online të palicencuara një pjesë e tyre dhe ngritur si shqetësim edhe nga autoriteti mbikëqyrjes financiare dhe rikthimi i fajdeve. Rikthehemi në studio, po flasim për alternativa se ku mund të investojnë shqiptarët parat e tyre, qofshin shumë të vogla apo të mëdha. Do doja në lidhje me Sajmir Shatkun, përfaqësuesin e dhomës kombëtare të noterisë. Zoti Shatku, pavarësisht në punën tuaj të përditshme, ju shihni edhe njerëz të cilët mund marrin borxh te njëri tjetri, me kolateral, me interesa, në këndvështrimin tuaj të përgjithshëm, ku po investojnë shqiptarët? Pasi edhe noteria vetvete është një biznes. Të them të vërtetën, nuk është se ka statistika zyrtare se kur investojnë shqiptarët, por përgjithsisht, domethënë, tek ne, në zyrat tona, në zyrat e noterisë, të cilat për hir të vërtetës me ndryshimet e fundit janë kthyer si institute të së drejtës civile, kryesisht shikohet që nëpër biznese, pra ka një deportim për hir të së vërtetës, është një deportim i ngurtë, për arsye se ne në kontratat që operojmë, si në kontratat e dhurimit ose në kontratat e shitblerjes së pasurive të palujshme, nga 1 janari 2015, nga 10% që ka kaluar pjesa e kalimit të pasurisë, është, themi, ka kaluar në 15% të vlerës. Dhe kjo nuk jep shumë mundësi individëve që të bëjnë investime të drejtë për drejta. Por kryesisht në pjesën e zonave rurale ose në bujësi ose në pjesët e blerjes e investimeve në fushën e bizneseve të vogla, më pak themi në bizneset e mëdha, ka një ndikim pra, që mund të themi se në kontratat e pasurive të paluajtshme ose dhe në kontratat e pasurive të luajtshme operojnë kryesisht edhe noterët në realizimin e këtyre veprimeve. Kurse në pjesën ka rritje të kontratave, të numrit kontratave për pasuritë e patundshme?
që si shta dhe zoti Fratari mund të jetë një alternativë leverdisshme investimi në këtë moment, keni konstatuar ju që njerëzit po prirën drejt kësaj gjëje? Kjo është pjesë e qarkullimit civil, është pjesë e jetës, domethënë që njerëzit janë të prirur të bëjnë veprime të ndryshme, pra, të lidhin marrëveshje, t'i revokojnë, t'i shfuqizojnë, ose të rilidhin përsëri marrëveshje të tjera, por themi që përderisa noteria funksionon, ka veprime të tilla, pavarësisht pjesës së takseve, detyrimeve. Fluksi si ka qenë apo nuk mund t'i japësh një vlerësim të përgjithshëm? Kundrejt, le të themi 2 viteve më parë apo 3 viteve, apo qoftë edhe kundrejt fillimit të 2015-ës? Kam përshtypjen që ka një rënje, ka një tkurje, domethënë pjesa e aplikueshmërisë për kalimet e pronësisë, por mendohet që në pjesën e kontratave të dhurimit për persona apo subjekte, mendohet të ketë një draft, një projekt ligj për personat të cilët kanë lidhje të ngushta gjaku, kjo mas 15% për të ketë një ulje, të ketë një zbritje. Do thoya që është me shumë interes, pra, studimet e fundit që janë bërë në vende perëndimore tregojnë që ulja e pjesës së përqindjes së kalimit të pronësisë do t'i nxjisë subjektet e së drejtës, qoftë shitësit dhe blerësit, qoftë huadhënësit dhe uhamarësit, të kemë mundësi pra të lidhin kontratat, të kemë mundësi të afrohen pranë zyrave dhe të bëjnë veprime juridike. Të formalizohen pra mbi të gjitha, të bëjnë veprime juridike civile të cilat do të ndikojnë pozitivisht në qarkullimin civil. Por do thoya që te kontratat e UAS, megjithëse dhoma kombëtare e notarisë ka bërë gjithmonë apelin të vendosë si mas garantuese për pjesën e huamarrësve dhe pjesa e kolateralit, është shumë e rëndësishme. Kjo është cilësim juridik i vullnetit të palëve, që do thotë se noterët kanë obligim t'ia propozojnë palëve, por nëse ato nuk e vendosin, pra kjo nuk i legjitimon, themi, kontratën midis palëve. Faleminderit zoti Shatko. Po zoti Kadera. Investimet në pasuritë palujshme përgjithsisht janë të rrezikshme, kështu konsiderohet edhe në botë. Unë mendoj që investitorët e mëdhenj, ata që kanë shumë para, mund ta konsiderojnë që një pjesë të portofolit të investimit tyre, përveç letrave me vlerë, mund ta kenë edhe në pasuritë palujshme. Po, natyrisht duhet të prodhojnë një portofol diversifikuar. Ne përgjithsisht flasim këtu për kursimtarët e vegjël, por nuk duhen harruar investitorët e mëdhenj. Ata duhet të diversifikojnë portofolin e investimeve të tyre. Pra, të kenë edhe obligacionet, të kenë edhe depozitën, të kenë edhe pjesën edhe pjesën e investimit në pasuritë palujshme. Zoti Lubova, ju ta këshilloni këtë si alternativë pjesën e blerjes së banesave? Unë mbështes idenë e zotit Fratari për investitorët e vegjël, ashtu siç tha dhe Ariani, sepse ndodh edhe nga praktika me çdo gjë dhe me çka kam parë në bank, kanë një shtëpi të parë, blejnë një shtëpi të dytë. Përse e blejnë? Me qëllimin që real estate nuk humb vlerën, pra në kuptimin tregu i banesave nuk shkon poshtë, si rregull. Raste të rralla po, ndërkohë që po të shohim sigurisht po marrim Tiranën, po themi në përgjithësi pjesa kryesore e Tiranës nuk e ka humbur vlerën e çmimit, çmimi banesave nuk ka. Gjithsesi ka një rënje të kërkesës, ka dhe një rënje të kërkesës, le të themi për shkak të problemeve ekonomike. Domethënë në mënyrë sporadike kemi zona ku ka kërkesë, zona që janë rezidenciale, po themi zonat e vilave që janë jashtë Tiranës, zona rreth bllokut, domethënë zonat primare. Këtu shumë njerëz kanë investuar shtëpi të dyta dhe të treta dhe çfarë ka ndodhur? Nga llogaritjet që bënin dhe në bank kur kreditonim, i dilte që minimalja 4 deri në 5% ishte fitimin, domethënë nga qiraja i binte fitimi neto mbi vlerën e apartamentit. Plus, ndërkohë tregu ka lëvizur të paktën për këtë zonë, pra i bie një, po themi, 7, 8 apo 9% fitimi neto për real estate-in që ai ka pasur. Dakor, pra po në zonat e preferuara, po në periferit. Jo, atëherë jo masive. Flasim gjithmonë për gjëra, për pra, segmente të caktuara. Investimi në zona ku ka kërkesë të lartë dhe ku janë në nivelet larta dhe qerat. Për shembull, edhe shtëpitë në plazh ka rënë çmimi. Dikur u rritën pastaj ranë, pra nuk ke leverti të kush është risku i pasurisë patueshme? Veç një farë luhatje të tregut në varësi të preferencave të momentit, është edhe mungesa e likuiditetit. Mos harrojmë që pasuria e patundshme ka një ngurësi të jashtëzakonshme, dhe thotë shpejtësia e kthimit të këtij lloji investimi në likuiditet, në para kesh, është jashtëzakonisht shumë herë më e lartë se sa titujt e tjerë, pra që folëm këtu më parë.
Pra, është me risk për një qytetar që ka 30 milion lek dhe përveç shtëpisë së parë ka blerë një shtëpi të dytë për ta sepse dhënë blokon gjitha kursimet e jetës në një produkt financiar i cili është vështirë të kthejë likuiditet. Vim tek ideja që tha Katareja që nëse ty të duhet i ke fëmijë të parritur dhe mendon do një shtëpi të dytë për dhe ke mundësi sot, qëllimi në disa persona po. Në vend të lësh parat në bankë. Është e mundshme. Fëmijët i keni jashtë pastaj. Tani i keni jashtë, po kur Pra, edhe kjo duhet parë, janë alternativa, domethënë gjithmonë duhet. Dhe ndërkohë ideja që tha profesori për punën e bujqësisë që ndron, domethënë ne duhet drejtojmë syt nga bujqësia, por ka dy probleme. Para, bujqësia e separatuar, domethënë shumë individuale ka rrisjet e mosgjetjes së tregut për të shitur, se ai tha për 500 hektarë, flasim për gros. Dhe kosto përgjithësi është më e madhe. Ashtu, dhe e dyta, ne akoma nuk kemi hyrë ose nuk kemi institucionalizuar sigurimin e produkteve në bujqësi. Kështu që paralelisht me këto duhet që të gjithë mekanizmat përfshirë, domethënë shteti, edhe pjesa ligjore që të jenë të mbrojtur të gjithë investitorët. Sepse një dizastër, një shtrëngat, një përmbytje, një gjë, gjithë prodhimi e çon në faliment. Ashtu, kështu janë dy rrisjet që duhet përballesh për këtë. Duket se dhënia me fajde e parave është një ndër alternativat që po përdoret gjerësisht, veçanërisht në disa sektorë caktuar ekonomisë si ndërtimi. Pa dyshim që është një risk i lartë për gjithë ata që depozitojnë apo japin në këtë formë i investimi i kursimet e tyre. Ndikim një insert e pas rikthehemi në studio. Mungesa alternativave për të investuar parat por i kthen fajdet në Shqipëri. Kjo mënyrë investimi që ka risk të lartë po përdoret gjërësisht në disa sektorë si ndërtimi, si një formë për të gjetur financime në kushtet kur bankat po tregohen dorështrënguara në dhënien e kredive. Interesat e fajdeve arrin deri në 5% në muaj ose 60% në vit. Në rritje janë grupet që organizojnë fajdet dhe financojnë në mënyrë të organizuar biznese të mëdha, të cilat kanë edhe personel të specializuar për grumbullimin me forcë të detyrimit. Përhapjen e këtij fenomeni e pranojnë edhe noterët, por ata deklarojnë se marrëveshjet e huasme palëve i janë të lejueshme nga ligji, ndërsa raportohet për rastet e dyshimta apo kur shumat kalojnë vlerën e 1 milion lekëve. Do doja një lidhje me zotin Fratari për diskutuar me të lidhur me këtë fenomen. Zoti Fratari, sa i përhapur është aktualisht dhënia me fajde, edhe në sektorin e ndërtimit? Në ndërtim pak një fenomen. Erdhën njerëzit, ishte një bum ndërtimesh që filluan pa lek fare, të hapshin gropat, duke bërë këto marrëveshjet me ati që gërmonte, me ati që projektonte, me ati që do hidhte betonin, dhe fillun këto borxhet e mbrëmshme me njëri tjetrin. Flitet që borxhi ndërmjet ndërmarrjeve ndërtimit në Shqipëri është rreth 200 milion euro. Po të bjeri një ose dy ndërmarrje do fillojnë të bien me radhë tjerat. Po më e keqja është që këto njerëz nuk kuptuan se bumi ndërtime ra dhe nuk kuptuan që me këto interese që po mershin, do t'i humbishin. Dhe ka pas disa raste, s'duhet përmend emra, të cilët i është sekuestruar shtëpia, janë sekuestruar zyrat, i është sekuestruar biznesi, se kur e shifshin që bankat, se bankat janë shumë të kujdesshme. Bankat investojnë deri atje ku ke. E pan që maksimumi 90 ditë duke paguar, fillon pasaj klasifikohesh si kredi me vonesë. Atëherë marrin kredira të tilla me 5%, minimumi 5%. Në muaj? Në muaj. Do më që vete 60%. 60% në vit. Do më thënë, jep 100.000 euro dhe merr në fund vitit 160.000 euro. 160. Dhe kur vjen puna pasaj, shohin veten të rënuar dhe të mbyllur. Ka pas ndërtues të mëdhej që bankat e këto fajdegjit i morën gjithë pasurinë, në aty kanë qenë nga ndërtuesit më të mëdhenj në Shqipëri dhe përfunduan me këtë mënyrë, përfunduan pasaj edhe vetë pa shtëpi, pa maqinë. Si është aktualisht ky fenomen? Sa i përdorur është sot? Po, tash evidenca eksakte nuk kemi. Ne dim vetëm ato që falimentojnë, ose ato që i merret shtëpia, i sekuestrohet shtëpia, i sekuestrohen pasuritë e tjera që ka. Si funksionojnë si skema, zoti Fratari? Si janë të organizuara? Të organizuara janë njerëz që kanë pare, janë njerëz të fuqishëm që kanë dhe grupin e tyre, të cilët bëjnë marrëveshjen, shpesh i bëjnë marrëveshje ndërmjet njëri tjetrit, sepse e dinë që kanë forcën për ta marrë, ndonjëherë i bëjnë edhe te noteri. Dhe në qoftë se ti nuk e likuidon, ai vjen të merr shtëpinë. Ka pasur raste të tilla që edhe kur i kanë marrë shtëpinë në blok që kishte 200 metra shtëpi, 200 metra zyra, nuk e konceptonte se kishte vënë lirë, si thua, për atë që ja mershin. Edhe kundërshtonte, përfundonte edhe në burg.
edhe raste tilla ka pasur. Qartë. Por është një fenomen që njerëzit duhet ta mendojnë mirë kur të marrin, se tash njerëzit friksohen edhe me bankën kur marrin thjesht me interesa të ulta. Qartë. Do të ngjiti me zotin Shatku. Zoti Shatku, ka pasur rritje le të themi të kontratave, të cilat nënkuptojnë pikërisht borxhet që marrin te njëri tjetri qytetarët? Tani, këto janë fenomene të cilat lidhen jo vetëm me situatën ekonomike, me situatën politike, me gjendjen sociale, por për hir të vërtetës ne nuk kemi statistika zyrtare, statistika themi ex officio që mund të flasi se si është ritmi pra në për zyrat e notarisë. Ka një deportim të tyre apo nuk ka një deportim? Gjithsesi për një tendencë gjatë vitit 2015 të dhënat që jepeshin nga zyrat ndryshme të notarisë ishte për një rritje të numrit kontratave me 30%. Rritja e numrit të kontratave me 30%, pra po të jemi specifik, mund të jenë dhe kalime nga individ në individ, mund të jenë nga persona fizik në persona juridik privat, të cilat mund të kenë raste të tilla. Kjo gjë fatkeqësisht nga njëri krah pra rëndon mbi huamarrësin se sa mbi huadhënësin, pra mungesa e këtij likuiditeti. Por në raste të tilla, në qoftë se jemi përpara mosfërmbushjes së detyrimit që ka pra huamarrësi ndaj huadhënësit, jemi referuar në enit 510-511 kodit civil për ekzekutimin e detyrueshëm të menjëhershëm nga zyra përmbarimore të këtyre veprimeve dhe kjo pasuri më pasi sekuestrohet, i vendoset sekuestro konservative. Po në rastin kur nuk ka kolateral të vendosur, unë vendos të jap borxh dikujt një shumë të caktuar, i drejtohem noterit, çfarë ndodh në rast se nuk e kthen palatjetër borxhin. Cili është roli noterit në këtë drejtim? Sa garancie? Roli noterit është luajal midis dy palëve. Pra kemi të bëjmë një veprim juridik të dyanshëm midis huadhënësit dhe huamarrësit. Detyra e noterit është të shikojë legjitimitetin e palëve, shprehjen e vullnetit, themi pastërtinë e veprimit midis veprimit juridik nga ana tjetër dhe të shmangi tërësinë e veseve të vullnetit. Pra, unë i drejtohem gjykatës për ta zgjidhur këtë jeni duke thënë, me se nuk ka ndonjë rol tjetër notaria në këtë drejtim. Noteri kryesisht është hartuesi i dokumentit, i qartëson palëve se cili është qëllimi kryesor që kanë ato në kontratë dhe i shpreh nga ana tjetër të drejtat dhe detyrimet dhe afatin kohor, nëse është përcaktuar një afat kohor, dhe se si do të bëhet përmbushja e detyrimit ndaj njëri tjetrit. Noterët përgjithsisht, qoftë në kontratën e UAS, si dhe në deklaratat notariale, i përmbajnë dhe një klauzole, siç është neni 510-511, për përmbushjen e detyrimit nga zyra përmbarimore përkatëse. Nëse nuk i marr lekët në rast se nuk kam kolateral, çfarë ndodh? Elementi i parë është zgjidhja e çështjes me mirëkuptimin e disparve, nëse nuk realizohet ajo, do t'i drejtohen gjykatës. Gjykata e zgjidh. Gjykatës ku ka vendbanimin ose ku është regjimi pasuror për zgjidhur problemin në fjalë. Faleminderit zoti Shatku. Zoti Melani, sa shqetësuese është kjo lloj, le të themi, financimi apo dhe investimi? Tani, sigurisht në lirin, në një nga lirit tona për të vepruar është liria për dhënë dhe për të marrë, sigurisht përgjithsisht me familjarë dhe miq, secili nga ne e aplikon dhe e kryen, por pastaj kur çështja kalon në ato që tha zoti Ratari, pastaj kalojnë shtohen riskjet, shtohen konfliktet sociale, shtohen efektet. Kështu që nga kjo pikpamje, personalisht do rekomandoja bankën si institucioni i parë dhe i fundit i licencuar me ligj për dhënien e kredis. Kodi civil, në nene që citoj noteri, deri tek neni 1050 që rregullon kontratën e UAS, e parashikon huamarrjen dhe huadhënien, qoftë të paras, qoftë të sendeve, por ato që po thoshte zoti Gjergji, pra pa interes, sepse i vetëm institucion financiar i cili është i licencuar për të dhënë një para në kthim të një interesi do ishte banka. Pjesa se si rregullohet dhe se si po funksionon në Shqipëri, besoj që ka qenë më shqetësuese disa vite më parë për shkak të një ngërçi në kreditim. Pastaj kuptohet që biznesi dhe ato që kanë nevojë për likuiditet do të drejtohen burimeve alternative. Gjithsesi kreditimi në ngërç është sërish, domethënë këto fenomene janë gjëra që po ndodhin. I dëgjojmë çdo ditë në media, i dëgjuam edhe të artikuluara nga zoti Fratari, nuk është se është një fenomen që nuk po ndodh. Jo, unë besoj që me pastrimin e disa kredive që nuk performonin, disa kredive me probleme dhe me disa politika lehtësuese të Bankës Qendrore, cila po shikon dhe instrumentin e ndërhyrjes sasiore, problemi i kreditimit nuk është më i njëjti siç mund të ishte para një viti. Sigurisht që nuk është zgjidhur i gjithë ngërçi për shkak të një, do thoya akoma një krize besimi mes biznesit dhe bankave për shkak të kredive të pakthyer që mendohen që të jenë
në vlerën mos gaboj rreth 1 35 miliard. kompania janë ato që kanë kredite këqija. dollar, Është mosdhënia e kredive një ndër arsyet që konsumatorët e biznesit zgjerin këtë formë? Janë kompani të lidhura, nuk janë kompani unikale, janë kompani që funksionon në sistem dhe ato kanë krijuar dhe këtë klimë mungesë besimi mes shumë në pjesën e kredisë. Unë mendoj që dhënia e kredisë privatisht, themi, përmban kushte më të vështira për atë që merr anë dhe përmban një rrezik më të lartë të paperceptuar për atë që e jep. Sepse personi që e jep nuk është bankë që ta menaxhoj rrezikun, ta vlerësoj rrezikun kur e jep kredin. Ai që e merr me normë të lartë interesi ose me kushte të vështira, nuk ka mundësi ta marrë nga banka. Normalisht vlerësohet nga banka si jo një i përshtatshëm për të dhënë kredi. Pra, problemet në kreditim çojnë në këtë drejtim? Jo, është çështja e riskut. Financojnë projekte që janë me risk të lartë, të cilat bankat nuk i financojnë, sepse janë me risk të lartë, dhe financojnë projekte që ka shumë gjasa të dështojnë. Domethënë, paratë të tilla janë të dëmshme në një sens, nuk shkojnë në drejtimin e dur. Edhe ai që e jep ka shanse shumë ta humbi dhe të merret me kolateralin e me shitjen e mos shitjen e tij, me seanca gjyqësore ku diun, dhe ai që e merr uan ka shumë gjasa mos ta kthej sepse kushtet janë të vështira. Po të ishte për kushte më të lehta merrte kredi nga banka. Banka nuk i jep se e vlerëson me risk të lartë. Kemi dy situata. Situata e parë është kjo që tha Ariani, që klientë të cilët nuk plotësojnë kushtet e bankave, pasi edhe bankat, po themi, mbas kësaj që ka ndodhur që është përkeqësuar portofoli, kanë shtrënguar kushtet e dhënies kredisë, kanë kërkesa më të larta dhe si thotë po zgjedhin dhe po punojnë në një lloj komoditeti me klientë të cilët janë certifikuar. Nuk është më si 10 vjet përpara që edhe regjistri i kredive nuk ekzistonte, nuk ishte informacion, nuk ishin certifikuar klientët. Sot bankat e kanë shumë të thjeshtë. Pra, e kanë listën e klientëve dhe zgjedhin, do të kanë luksin të zgjedhur. Por nga ana tjetër, bankat janë në situatë over liquide, sepse nuk po i gjejnë të gjitha ata klientë ato duan të japin paratë e tyre. Pra kanë para po s'din ku t'i çojnë. Bravo, sepse nuk është terreni i përshtatshëm i klientëve për të ardhur. Ky është problemi i parë që lidhet me po themi me kapacitetin. Një farë risku më shumë, dhe të mos jenë kaq komodë në situatën e tyre. E marrin dhe se marrin tani është vendimarrja e tyre, se domethënë digju nga qulli frykozit kjo punë. Nga ana tjetër, lidhet dhe me një lloj burokracie, sepse ka biznese të cilat ju duhet po themi likuiditeti për 2-3 ditë. Çfarë ndodh? Erdhi ania në port dhe ai i duhet patjetër të zhdoganoj mallin. Nuk e ka në zonë të lirë për ta vënë, është ania që ka 1 milion euro mall, i duhet 200-300 euro, kur të shkojë në bankë nuk mundet ai për 2-3 ditë, ka procedurë. Atëherë detyrohet merr në tregun informal para me fajte. Në këto raste risku është minimal për ata që pse? Sepse ai është afat shkurtër edhe nuk e rëndon interesi. Sa do t'ia vësh interesin, nëse that 5% në muaj, për 3-4 ditë, për 5 ditë, për një javë, nuk është asgjë. Pra duhet t'i ndajmë. Duket interesante. Domethënë, pse banka nuk e jep këtij, domethënë. Shiko, ka banka dokumentare, ka procedura dokumentare, ka bën para. Po ja diku që do vi ania. Shiko, po jo, nesa ato diku vjen ania, disa rrinë radhë, janë nisë se situata. Ka klient, do që thoni ju, domethënë nga historiku, unë di që janë të certifikuar dhe i ka një overdraft në bankë dhe ka linjën e hapur. E merr ai kur doj. Prap flasim për klientë të cilët nuk janë në kanalet e bankës ose kanë gjetë një biznes të rastësishëm. I kapi një çmim të mirë, ngarkoi kamionet ose kapi një okazion dhe aty nuk i hyn në sy kjo puna e interesit. Ndërsa në këtë këndvështrim është vërtet që klientët që janë tradicional me bankën kanë overdraft, aty kanë linjat e hapur, në çdo moment ai shtyp butonin, i bie telefonit dhe i merr parë. Unë mendoj që në situatën që këtu po flasim dhe po e elaborojmë në mënyrë shumë të mirë, po them, me që se gjithë e njohim edhe tregun edhe institucion financiare, kemi arritur për shkak të një farë, po themi, konjunkture të tregut që në gjykimin tim ka vite që është në një farë ngërçe likuiditeti. Pra, nga njëra anë, unë e them shpesh në për studio, jemi një farë rast studimor në shkencët ekonomike, se jemi i vetmi vend në botë i cili bankët i kemi me over liquidity, pra me likuiditet të tepër. Në anën tjetër kemi komitet biznesi i cili gjithmonë ka probleme me burimin e financimit, pra nuk gjen kollaj burim financimi. Nuk takon, nuk ka partneritet është ide. Pikërisht. Atëherë, për ta zgjidhur këtë ngërç, sepse janë këto probleme që kanë çuar i drejtojnë njerëzit drejt tregu informal. Pra, qoftë biznesin që merr kredi nga njëra anë, qoftë konsumator, këtë kursimtarin i cili tashmë
nuk është i kënaqur me normat e ulta të kthimit nga depozitat, që gjen alternativa të tjera që i sjellin një normë kthimi më të lartë, po dhe risk më të lartë, siç u diskutua këtu. Pra, duhet të fillojmë, gjykoj unë, meqenëse se kemi edhe përfaqësuesin e rregullator këtu, gjykoj që edhe endet rregullatore, por edhe vetë operatorët në treg, flas bankat, duhet fillojnë të mendojnë tashmë ndryshe, jashtë kutisë, nëse mund shprehem, pra duhet fillojnë të dalin përtej bankingut tradicional, dhe të fillojnë të mendojnë për zgjidhje dhe alternativa të cilat mundsojnë të krijojnë një urë lidhse mes këtij likuiditeti tepër që ekziston në sektorin financiar dhe alternativave të ndryshme nga bankingu, që çojnë në financimin e këtyre biznese, po edhe një farë alternative kthimi më të lartë për investitorët. Mund të bëjnë diçka institucionet shtetërore që të mos mbetet e gjitha vetëm në vullnetin e bankave? Jo, institucionet shtetërore vetëm një gjë që mund të bëjnë është që të reduktojnë në maksimum procedurat ligjore, regulative etj. Dhe t'i japin frymë tregut, mos ta mbysin apo karshi deve tre etj. Por në këtë pjesë nuk është roli regulator. Regulatorët duhet jenë aty, thjesht të garantojnë procesin, por ama duhet jenë iniciativa e bankave. Këtë po them, bankat tona në një farë mënyrë janë pak dembele. Kanë arrit në një pikë që normët e kthimit e kanë pak a shumë të garantuar, është ajo që tha zot Libova. Edhe pse ka 16 të tilla në. Nuk ka, në gjykimin tim konkurrenca në tregun bankar, konkurrenca në tregun bankar lër një farë shtegu për një farë zbehje të konkurrencës. Gjykoj, unë mendoj personalisht këtë ekonomistë që mendojnë që tregu financiar shqiptar ka akoma hapësirë për pas banka tjera, akoma hapësirë për pas institucionet tjera financiare, nuk po flasim për bankë, nuk janë vetëm bankat. Janë institucionet mikrokredis, janë institucionet të shtohen, futen në të njëjtën linjë apo në të njëjtën. Do rrisin konkurrencën dhe në moment që rrisin konkurrencën. Nuk janë mjaftueshëm për çim konkurrencë me Unë gjykoj që jo. Unë gjykoj që jo. Ky është një debat që është bërë. Me çështje sistemi apo bërë këtu e 10 vjet më shumë edhe kur kemi hapur bankën. Domethënë ishin shumë në atë kohë në 13-14. Asnjëherë nuk flitet me numër bankash, flitet me çfarë ofrojnë. Ti mund të kesh 3-4 banka në treg që kanë të gjitha llojet, kanë penetrim të madh, mund të kesh 16 nga të cilat ne i dimë një 5-6 flengjum. Pra duhen banka investimi, kjo është ideja. Jo, është kjo që tha banka aktive. Domethënë banka duhet të kalojë nga pozicioni pritës në pozicion sulmues. Pra ti ta gjej klientin dhe jo, domethënë ne shohim që bankat janë të gjitha ose pjesa më e madhe me fitim dhe vetëm e rrisin fitimin. Çfarë tregon që e kanë stabilizuar situatën dhe shumë mirë që e kanë stabilizuar, por problemi është që çfarë do ndodhi sikur në një ditë të bukur asnjë mos marri kredi. Ku do t'i çojnë? Çfarë do ndodhi sikur depozitat ikin? Jo, edhe fenomeni që po ikën depozitat do ulet kreditimin do mbyllet. Problemi është ti je duke i marrë, nëse askush nuk i tërheq depozitat dhe i lë atje, e ke një farë kosto. Po nuk dhe kredi, si do e bësh? Do i depozitojnë obligacione për të marrë 7.9%. Për çtuar në këtë mini debat. Domethënë, është e vërtet që politika tejet konservative, le të themi, në këtë periudhë bankave ka dhënë rezultate, se kanë dalë me fitim, ka dalë me fitim. Por nuk është një strategji afatgjatë, fitim prurse. Domethënë bankat duhet të hidhen. Tashi unë mendoj që nuk mjafton vetëm aktivizimi me fjalë. Bankat duhet specializohen për kreditim. Domethënë, ekonomia shqiptare po ristrukturohet në një farë mënyre, po kalohet nga ca sektor tradicional që i kanë dhënë rritjen, tashi po mendohet për bujqësinë. Bankat, për mendimin tim, duhet specializohen për kreditimin e bujqësisë. Është ndryshe të kreditosh bujqësinë. Si japin as 2-3% portofolit në bujqësi. Eksakt, 2%. Është ndryshe edhe ata perceptojnë rrezik lart, po ka një asimetri informacioni, mendoj. Bankat kanë perceptuar si punë të tyre të financojnë industrinë, ndërtimin, edhe këto sektorët e tjerë, kurse në bujqësi nuk janë hedhur. Në një farë mënyrë duhet specializohen. Kam përshtypjen që fondet e vogla të mikrokredis janë më të specializuara për kreditimin e bujqësisë, sepse kanë informacione, kanë marrë njerëz në punë që kanë njohuri për bujqësinë. Edhe bankat që ta vlerësojnë rrezikun e bujqësisë, që është një rrezik i madh për të vërtetës, duhet që të specializohen. Pra, në një farë mënyrë duhet edukohen për... Është vetëm fal bankave apo edhe i gjendjes së ekonomisë? Pasi në fundit dhe bankat janë biznes. Jo, nuk diskutohet që ekonomia ka probleme të veta, konjunkturë. Diskutohet, është reale, se unë tani po merrem konkretisht me kreditimin bujqësor. Edhe domethënë kam kaluar nga sektori tradicional bankar te kjo jam ke Unioni Kursim Kreditit dhe po e shoh çfarë po ndodh. Ashtu siç tham, rreth 1.8% e portofolit të kredis ka shkuar në bujqësi, kur bujqësia jep mbi 20% dhe GDP-s. Po mbi 20% të GDP-s dhe është rreth 50% e popullsisë. Tani,
Bankat kanë tentuar në komas kohë, dikur pro krediti, pasaj më vënë bankat për të hyrë në bujqësi, po kanë tentuar të hyrë me formën tradicionale që hyrë të klientët e mëdhenj. Të hyrë në bujqësi nuk është thjesht që ti t'japësh një kredi në bujqësi. Jo, duhet fillosh që nga specializimi i njerëzve, duhet fillosh nga filozofia që ka trajtim tjetër kredia në bujqësi, duhet fillosh nga kolateralet, nuk janë si këtu, nuk gjenë kollajtit të shkosh atje kur fshatari akoma nuk e ka kudo tokën të certifikuar, ku nuk e ka të gjitha titujt e pronësisë. Nuk ka një treg toke. Dhe ajo mbi të gjitha do penetrim real, jo thjesht i pret që të vi fermeri, nga të lëri punën nga fusha, të vite këtu të marrë kredi, harroje. Ai, domethënë, hutohet kur ty ke zyra bankës, pra duhet shkosh ti, hapësh agjensin, njësin atje të qonë specialistët, të marrës përsi për rrisjes. Normalisht bankave nuk është e u leverdis shumë në kushtet ku kanë citime dhe duke parë që kredit në bujqësi janë më të vogla, janë mikro dhe diçka, a i thot, unë jap një kredi 1 milion për një qytet se sa 100 në fshat. Dhe që këtu... Edhe kredit e vogla janë konsumatore që këtu këthejemi tek dembelizmi bankave që banka du fillonet me po të shofës nga pikpamja e fitimit, dhe më thënë, u tha që bujqësia është 20% e GDP-s. Para 6 vjetës ka qenë 15-16% e GDP-s. Do të thotë, sektori bujqësisë për këto 5 vjetë është rritur më shpejt se sa pjesa tjetër e ekonomisë. Po ta kishin financuar bankat bujqësinë para 5 vjetësh, do ishte rritur goxha, do t'i kishte dhënë kthim normalisht. E kanë keq vlerësuar për mendimin e riskut. Në afatgjat është ajo, për të vazhduar diskutimin, në afatgjat është që dihet që tregjet që gjenerojnë kthime më të mëdha, tregjet që nxisin se thuash interesin jo vetëm bankave. Për shembull, nëse ndërtimi është një treg që gjeneron fitime të mëdha, atëherë gjithë furnitorët e lëndëve ndërtimit tentojnë të hyjnë në këtë treg. Nëse bankat gjenerojnë fitime të mëdha, është e njëjta gjë me bankat. Nëse bujqësia do vazhdojë të ketë, sepse është në të paktët sektor që është meritje dhe është meritje mbi rritjen mesatare, mbi rritjen ekonomike, është mbi rritjen mesatare dhe që po shikohet edhe nga investitorët të cilët se kanë menduar kur fshatin dhe tani kuptojnë që realisht atje është e ardhmja, sepse ne vazhdojmë të kemi disa avantazhe krahasuese, disa produkte bio, disa produkte të cilat shkojnë gati gjitha për eksport. Ndërkohë do përmendja këtu do shtoja besoj që është me vend për të thënë që qeveria në bashkëpunim me qeverinë italiane, nëse unë zgabohem, ka një fond garantimi të eksporteve dhe nga kjo mund dhe duhet përfitoj pjesa e bujqësisë dhe në dijenin time gjithashtu Gizi ish GTZ-ja ka një projekt për krijuar një agjensi të sigurimit të eksporteve, e cila sigurisht kryesisht do jetë lidhur me atë që ti ke për eksport. Dhe ne kryesisht kemi bujqësinë. Pra, garancia bankave për të financuar. Eksakt, pra si thua hiqen disa rrisje, të cilat ose i mbulon qeveria italiane me këtë projekt, ose i mbulon kjo agjensi, ose i mbulojnë pastaj edhe kompanitë e sigurimit, parë kjo përgjithsisht me rrisje që ne i kemi të shtuara nga përmbytjet, por edhe nga rrisje tjera natyrore, për të cilat po punohet me një draft ligj, i cili do të besoj që do të zgjidh edhe këtë ngërç, besoj të fundit në këtë segment. Dhe nëse bankat do gjejnë kompanitë të sigurimit përpara tyre në sektorin e bujqësisë, atëherë sigurisht do ta ndjekin dhe do të jenë më të lehtësuar nga disa rrisje të cilat në fund të ditës, nëse do të paguhen nga fermerët, do paguhen nga kompanitë të sigurimit. Një diçka vetëm të shtoj, unë mendoj një rol më të madh qeverisë se sa ç'mendon zoti Gjergji. Domethënë qeveria përderisa tregu bujqësor, gjithë bujqësia ka shtrembërime shumë më të mëdha se tregjet e tjera, i takon qeverisë që të marrë një pjesë të riskut, deri në periudhën kur tregjet e tregu i tokës, pasuritë e palujshme në bujqësi e tjerë, të bëhen të ngjashme me tregjet e tjera, në atë rast qeveria mund të rriqet. Por në këtë fazë që të stimulohet kreditimi i bujqësisë, bankat kanë nevojë për një mbështetje nga ana e qeverisë. Një garanci më të madhe. Një riskmarrje. Dhe një lëvizje është bërë, është kjo Berzhi, ky fondi i Berzhit, i cili në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, pak ditë më parë ministrin e bujqësisë. Edhe garanton një pjesë të riskut. Merr një pjesë të riskut. Një hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë, do të flasim vetëm për fajdet, për ato që kanë mbetur pa diskutuar, por edhe për bursat online, një pjesë të cilave janë të pacertifikuara, të palicencuara dhe ku shumë qytetarë shqiptar po investojnë. Ekopolitik. Po flasim për mundësit për të investuar në këtë moment në ekonominë shqiptare, për gjithë ata që kanë para, duket se njëri si janë fajdet, cilat janë rikthyer. Do doja një lidhje me zotin Fratari. Zoti Fratari, a janë problemet në sigurimin e një kredie në sistemin bankar, arsyeja pse shumë biznesa apo dhe individ që kanë projekte dhe që duan të realizojnë i drejtohen tregut informal apo ndryshe fajdeve?
Zoti Libohova tha një gjë të mirë. Bankat e ne janë bërë shumë dembele. Zoti Libohova ka qenë drejtor banke, mund ta zgjidhshe shumë shpejt, këtë gjë mund ta zgjidhshe te kredinsi, kurse në bankat e tjera është një burokraci shumë e gjatë, të cila masi përfundon atje, do shkojë deri lart që ta aprovohet. Ne kemi një institucion financiar, BESA, e cila jep kredi nga $2.000-3.000 për bujqësinë. Shoh që funksionon shumë mirë. Atë që tha zoti Libohova, ato shkojnë te fshatari, nuk vjen fshatari ndonjëherë në zyrat e besës. Qartë, pra janë le të themi vështirësitë në sigurimin e kredisë, cilat automatikisht i çojnë bizneset apo individët në tregjet informale. Kurse për tregjet informale që janë me këto interesa, natyrisht janë investitorë të mëdhenj që i marrin, ndryshe me atë që i shlyen kollaj kur kanë një mall për zhdoganuar, por këto tjerë duan që t'i shpëtojnë, atyre mendojnë për shkakun në ndërtim, mendojnë me mbarimin e banesës do t'i shes. Tash banesat kanë ndryshuar, tjetri nuk ta blen më në karabinat, ta blen në të hipotekuar. Të përfunduar se do Kështu që derisa të mbarosh atë, të shritur dy fish interesi. Për sa periudha jepen zakonisht le të themi kontratat e fajdeve? Për sa periudha kohore? Përgjithësi një vjeçare i bëjnë, maksimumi një vjeçare. Ka dhe këto, 10 ditore, 15 ditore. Aty, po nga të dhënat që kemi ne, një vjeçare i bëjnë edhe vete 60%. 60%. Për kush janë konsumatorët kryesor, përveç sektorit të ndërtimit? Ka bizneset sektorëve të tjerë? Ka dhe biznese të tjera. Unë njoh sektorin e ndërtimit, në shoh, po ka dhe biznese të tjera që kemi dëgjuar që bëhen të tillë. Kush janë ata që japin para me fajde? Janë njerëz cilët janë të pasur dhe që kanë para, apo mund të jenë edhe njerëz cilët mbledhin tek qytetarët e tjerë shumë më të vogla për të dhënuar një sasi të caktuar? Përgjithësia këtë që thatë ju janë njerëz të fuqishëm që dinë ta mbledhin paran, që tash me qenë se ai tjetër nuk mund të shkojnë në bankë ta fusi parën mos marrë asnjë gjë. Nëse ke euro, Inteza ta jep me 0,15%. Të lutem do kërkoja të mos më zihe më, domethënë pjesën e emrave të bankave, jo, thjesht edhe për të mos bankat ta japin me këtë interes të ulët. Atë. Pra te ju thash, nëse investon, mirë as po ju them sot. Erdhi njëri, desh blen një garsoniere. Po thash ti bleu para 2 javësh një apartament. Atë. Po tha kam edhe ca lek, tha, sepse e kam garantuar garsonierën me edhe me 100.000 lekë të vjetër me qera. Qartë. Pra po shef si alternativë. Ai harxhon 28 milion dhe e jep atë. Dhe ai di që mas 30 vjetësh ajo garsonieria është 3 ose 4 fiquar. Lekët i ka marrë me qeran që jep, kurse atë lekë në bankët nuk merr interes fare. Nuk merr interes. Po. Do doja një lidhje me zotin Shatku. Zoti Shatku, në kontratat të cilat janë lidhur, ndoshta jo te ju, por nga informacionet që keni dhe nga dhoma kombëtare noterisë, ka pasur probleme, le të themi më pas, mes kredidhënësit dhe kredimarrësit në shlyerjen e kontratës? Unë do të thoja këtë gjë, që elementi pozitiv që qëndron ketërsia e kontratave, po në këtë rast edhe në mënyrë themi posaçme, ad hoc ke kontrata UAS, është fakti që çdo veprim juridik me vlerë mbi 1 milion lekë të reja ose 10 milion lekë të vjetra raportohet fal një bashkëpunimi që ka midis dhomës kombëtare të noterisë me drejtorinë e parandalimit pastimit parave. Pra këto raportohen. Pra, edhe në rastin kur janë 2 individ që japin njëri tjetrit borxh, le të themi, shumat mbi 1 milion lekë të reja raportohen. Absolutisht, këtë raportime e bën dhe vetë notariati, po e bën brenda 72 orëve, por ndërkohë e bën dhe vetë banka, një nga bankat e nivelit të dytë. Pra, është një raportim i dyfisht. Ajo që është për mendimin tim problem shqetësues është fakti që në momentin e raportimit në një farë mënyrë edhe paragjykojmë subjektin. Pra, neve kthehemi në thonjza do thonë në një spion, po në një spion të një farë interesi, pra për të shmangur një element negativ që është pra elementi i fajtes, elementi i pastrimit parave të pista, elementi i krimit organizuar ose i veprimeve të cilat lidhen me akte terroriste. Pra, nga ky farë orientimi, themi, raportimi është pozitiv. Por nuk ka lidhje pasaj me zbatimin e kontratës? Që të rikthehemi te pyetja ime e parë, që ka pasur probleme? Elementin e verifikueshmërisë së zbatimit të kontratës e ka një institucion tjetër, që në këtë rast është gjykata, e cila shikon elementet e legitimitetit, ose të firmës, ose të thirrjes së ekspertëve. Pra është një komponent tjetër. Ajo që doja të dia është, ka pasur raste që vinte noterët dhe kërkojnë që të hyjnë ata garant përderisa kanë lidhur këtë kontratë në momentin që nuk ju kthehet. Ka raste të tilla? Mund të ketë, po kjo themi është një padituri e
e klientit ose e personit. Pra, noteri nuk mund të kthehet në këtë rast si garant. Qartë, thjesht bën kontratën me vullnetin dy palësh. Dikush nga ju e tha, dikush nga forcët e tha që në kodin civil nuk është e përcaktuar që noteri të shpreh detyrimisht për elementin e interesit. Kjo është detyrë e bankës, sepse banka ndoshta jep para, domethënë me interes, me normë saktuar interesi. Unë personalisht, në veprimet e mia juridike që bëj, në kontratët e UAS, nuk kam përcaktuar elementin e interesit, por kam përcaktuar vetëm personi A, ka dhënë një shumë saktuar në këtë datë dhe po të njëjtën shumë do të kthej. Pra në qoftë se unë them, ka dhënë vlerën 5.000 euro dhe merr një shumë për 25.000 euro, kjo detyrimisht lën ka brenda interesin. Absolutisht, pra lën hapësirë për interesin. Qartë. Faleminderit zoti Shatku. Duke se një problematik që po konstatohet si një formë investimi janë edhe kompanitë të cilat investojnë paratë e qytetarëve apo bizneseve në bursat online. Një pjesë e tyre janë të palicencuara, ka pasur një shqetësim nga autoriteti mbikëqyrjes financiare, apo jo zoti Melani? Tani do të kemi parasysh disa specifika të tregje financiare, të cilat për shkak të dinamikës zhvillimit në shumë vende disa nga shërbimet përgjithsisht ato që lidhen me ndërmjetësimin, me intermediaris, me brokerimin, tentojnë të jenë sa më të lehtësuara nga pikpamja e procedurës dhe nga ana tjetër është le të themi ajo që quhet e-commerce, pra tregtia nëpërmjet internetit, e cila nuk mund të lindte jashtë edhe botën e investimeve financiare apo se si thithjen e kursimeve. Ajo çfarë autoriteti mbikëqyrjes financiare ka konstatuar dhe unë si kryetari i bordit kam kërkuar edhe vëmendjen edhe të Bankës Qendrore dhe të Ministrisë së Financave si pjesë e grupit këshillimor stabilitet financiar për ta diskutuar në agjendën e radhës, ka të bëj me elementet ose me disa subjekte të palicencuara, të cilët janë aktive në treg, bezdisin ose krijojnë telefonata drejt klientëve potencial, email ose forma tjera të komunikimi, për të imponuar vendosjen në disa platforma, që mund të jenë platforma exchange, pra që ti merresh me shkëmbim parash ose investime në mjete ose në instrumenta të cilat sigurisht mbartin disa risje dhe ne si autoritet kemi publikuar në faqen tonë zyrtare listën e subjekteve të licencuara. Kështu që do thoja që çdo konsumator, çdo investitor, çdo kush që tenton duhet shumë lehtë dhe shumë thjesht të konsultojë faqen amf.gov.al për të marrë një informacion nëse subjekti është licencuar ose s'është licencuar. Kur tha që është shprehje shqetësimi, qoftë ai ka kohë që të investojë dhe të ri online që të investojë, atë le të harxojë dhe 1 minutë, 2 minuta, që qoftë cili nga këto është licencuar apo s'është licencuar. Gjithsej janë bankat kryesisht që janë të licencuara për trajtimin letër me vlerë dhe janë edhe 2 shoqëri të brokerimit. Ju tha që u dha shqetësimi nga AMF-ja për telefonatat shqetësuese të individët apo emailet. Po përsa i përket faktit që sa të mbrojtur janë depozituesit apo qytetarët të cilët zgjedhin këtë formë, pasi në fund fundit secili priret në një situatë që është e vështirë dhe ka probleme në sigurimin e fitimeve, priret që të bëjë një formë investimi për të siguruar një fitim të mirë. Sa të mbrojtur janë në këtë drejtim? Sigurisht parimi besoj financës që në lartësi deri sot është risku i lartë, fitimi i lartë. Kështu që do ta çmoj. Risku ulët, fitimi i madh. Do ta lidhja dhe me ndërtimin dhe me gjithë sektorët dhe me gjithë, pra është një gjë që secili që ta thotë ka drejtën e vet që ta thotë në këtë formë. Nga pikpamja e asaj çfarë unë do thoja më shumë se sa një mundësi investimi, kjo do të shikohet si një risk i pa certifikuar, si një risk i pa kontrolluar, si një risk i pa rregulluar nga institucionet. Në lirinë tonë financiare, secili mund të marrë çdo lloj aventure, çfarë ndodh? Këta marrin paratë, si funksionon skema? Tani nuk do doja që bëni marketing platformave. Jo marketing, por kërkojnë të marrin paratë, investojnë dhe zhduken duke mos ditur se kush i ka marrë, si funksionon. Që të marrin një informacion dhe ata që na dëgjojnë të dinë nga se të ruajnë. Këto kompani nuk janë asgjë tjetër përveç ndërmjetës financiar, pra që bëjnë bashkë tregun e titujve në një vend të caktuar, kryesisht jashtë vendit, një bursë në London, një bursë në Frankfurt, një bursë në Itali etj. Së bashku me këta kursimtarët që kanë depozita të tepërta, kanë para të tepërta dhe duan të një normë kthimi më të lartë sa depozitat që u japin bankat. Pra këta thjesht bëjnë një ndërmjetësim. Tashi, edhe në vazhdimsi të asaj që më shumë drejt tha zoti Melani, doja të sqaroja edhe publikun që ka 2 elemente që janë shumë të rëndësishme. Elementi i pari dhe unë
i këshilloj fuqimisht qytetarit shqiptar, pyetja e parë që duhet të bëjnë subjektet të tilla është a keni licencë nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare. Ky është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Një tjetër element që duhet ta ndajnë qytetarët dhe ta kenë parasysh është që fakti që një subjekt i caktuar licencohet nga MFE-ja nuk garanton riskun e tyre. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Të investosh në titull ka riskun kudo. Mund të kishim një bursë në Tiranë, ju mund të investoni të blini letrat me vlerë të një kompanie shqiptare që e shihni për ditë, produktin e të cilës ju konsumoni për ditë, dhe ndodh që çmimi i letrës me vlerë bie dhe ju humbisni. Ka është risku investimit, ai ka të bëjë me vlerësimin e asetit, ka të bëjë me vlerësimin e investimit, ka të bëjë me normën e kthimit, një sërë komponentesh. Atëherë kur që ka nevojë të licencohen nga MFE-ja? Po. Nevoja është që këto subjekte licencohen nga MFE-ja, sepse në bazë të licitacionit shqiptar duhet i raportojnë MFE-s në mënyrë korrekte. Një herë në muaj, qytetarët që pranojnë të hyjnë në këto skema do ishin më të mbrojtur në aspekt, pra nëse do kishim një rast abuziv ku kompania përkat se mashtron investitorin, ka një derë ku mund të trokasin, sepse ai subjekt është i detyruar të jap llogari Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare, pra kjo është e mira për këtë gjë. Po thjesht nuk garanton në rast se humbet një investimin që bën. Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare është rregullatori, është enti mbi palët dhe garanton rregulla të njëjta loje. Thjesht AMF-ja tregon që kjo kompani ekziston, ka një selit caktuar, më raporton mua rregullisht vetëm kaq, për shtatet me licitacionin shqiptar, nuk del dot jashtë licitacionit shqiptar, sepse në rast se del ka penalitetet caktuara. Por as i vend botës, jo vetëm në Shqipëri, as i vend botës. Në asnjë vend botës rregullatori nuk garanton riskun e investimit. Kjo është edhe ndryshimi me bankat, që tham. Vërtet tham bankat kanë normën e interesit ulët, por depozitat janë të garantuara deri në masë caktuar. Gjë që nuk ndodh me tregun e Jo, dhe në tregjet e zhvilluar letra me vlerë ka skema kompensimi për investitorët, po flasim ne nuk kemi arritur në këtë ditë, kështu që në tregjet. Po zot Kadari. Në shtesë të atyre që u thanë nga zotërinjt, që pajtohem, unë mendoj që investimi përmes një platforme është i ligjshëm natyrisht nëse ai që të ofron shërbimin që të bën transaksionin është i licencuar. Duhet patur parasysh që ka risk, sepse sado para të kesh, nëse investon në titull të caktuar, merr një risk shumë të madh përsipër dhe kthimi nuk justifikohet me riskun që merr. Sakse, sa është norma e fitimit nëse investon një shumë të caktuar? Ka një mesatare pak a shumë? Nuk, asnjëherë nuk dihet. Prandaj themi që është risk. Na si bursë të bëhet. Kurse nëse investohen në indekse të gjëra të tregut, në një farë mënyrë diversifikohet investimi dhe në atë rast ja blen. Domethënë, vërtet me risk të madh përsipër, por kthimi është në raport proporcional me rrezikun. Ju do i këshilloni si skema? Dikë i cili po na ndjek dhe që ka para, do i këshillonit? Ata që kanë portofole të mëdha, domethënë të pasurit, për mendimin tim kanë një vend për të marrë risk më shumë se çofrojnë produktet në Shqipëri. Domethënë, unë do të mendoja investime në pasuri të palujshme, një pjesë e vogël e portofolit, investime në letra me vlerë brenda Shqipërisë, edhe investime në letra me vlerë jashtë Shqipërisë, po një pjesë e caktuar e portofolit. Natyrisht duhet marrë një konsulent financiar që t'ju menaxhoj portofolin, që t'i këshilloj, sepse këto punë duan ndjeni. Jo të gjitha vezët në një sport kemi thënë. Eksakt. Domethënë, do kthim të lartë, duhet ta diversifikosh. Dhe një element shumë i rëndësishëm në lidhje me këto skema që po flasim, me këto kompani deri diku fantazëm, pjesa më e madhe e tyre janë fantazëm, madje shumë prej tyre nuk kanë as seli, nuk kanë as adresë, nuk kanë thjesht të marrin se persona në telefon që janë fatkeqësisht, dhe këtu në gjykimin tim as AMF-ja s'ka ç'të bëjë, as Banka e Shqipërisë nuk ka ç'të bëjë, sepse janë subjekte madje jo në pak raste të paregjistruara me NIP, të paregjistruar në Republikën e Shqipërisë, që operojnë komplet në të zezë, që këtu ka duhet ketë qeveria, shteti, duhet ketë akoma të vëmendje, përfshirë edhe strukturat e krimit e policisë, e njësër elementesh, pra duhet jemi të kujdesshëm me këtë pjesë, por një tjetër element shumë i rëndësishëm, qoftë me këto subjekte që janë licencuara, që duhet kenë qytetarët kujdes, është investimi në instrumente riskoze. Duhet kuptojmë që kultura financiare në Republikën e Shqipërisë, pra tek qytetarët e masa qytetarëve, ata që kanë kursime të vogla flasim, sepse ata që kanë kursime të mëdha normalisht gjejnë një konsulent financiar, janë të gatshëm ta paguajnë që të marrin një shërbim më të mirë, po qytetarët e thjeshtë me kursime të vogla minimale nuk mund ta kenë të kulturë financiare, sa për shkak të CV-së së tyre, sa për shkak të një sëri elemente, kështu që duhet të shmangen nga instrumentet riskos. Ato që quhen instrumenta derivativ, instrumenta... Ta bëjmë thjesht për publikun. Nga fejtë fjala derivativ, se shumë e vështirë, do i ngatroj akoma të po ta shpjegoj çfarë janë.
siç janë opsionet, siç janë swapet, siç janë një sërish instrumentet financiare, kanë likuiditet jashtëzakonisht shumë të madh, ka një luhatje shumë të madhe nëpër bursat ndërkombëtare, sepse ato para merren derdhen në një llogari në një bank të këtij ndërmjetësit financiar, kësaj kompanisë fantazëm jashtë në Londër në rastin ton, dhe ajo kompani investon ato instrumente në Londër, dhe siç mund fitosh brenda ditës një shumë caktuar për 5.000 eurosh apo 10.000 eurosh, ashtu mund ndodhë të nesër të humush brenda ditës, sepse është lloj instrument ku të ke investuar. Nëse ti nëpërmjet këtyre kompani investon në një obligacion thesari të shtetit britanik, risku shumë herë më i vogël. Pra, duhet kuptojmë këtë pjesë, shumë elemente rëndësishme. Kompania mund të jetë licencuar nga MFE-ja, por risku i instrumenteve ku ti investon është gjëja jote, është përket ty, do të jesh ti kujdesshëm, do të lexosh ti më shumë, ose nëse nuk di vetë, mund të pyesësh ekspertët e fushës, kështu që janë elemente. E rekomandoni shumë për qytetarët cilët i kanë kursimet e jetës, le të thënë. Jo, që kanë kulturë financiare të vakët. Kjo është element më i rëndësishëm. Përgjithsisht fondet e menaxhuara janë më mirë. Fondet e menaxhuara janë më mirë. Duhet zgjedhësh fondin me rrezik që të përshtatet. Domethënë ajo që u tha që në fillim, domethënë karakteristikat e rrezikut të personit duhet përshtaten me fondin që zgjedh. Deri tani në Shqipëri fondet janë të kufizuara, fondet që ofrohen, është me vend që të thuhet që duhet shtohet gama e fondeve. Domethënë fonde që ofrohen nga me rrezik më të lartë deri tek fonde me rrezik më të ulët. Dhe natyrisht në bazë të rrezikut që merr, ke potencial që të marrësh fitim më të lartë, por rreziku është më i lartë. Edhe ana sjelltas. Mund të qash disa vite me radhë, domethënë, pavarësisht se ke marrë risik të lartë. Ushqit e Wall Streetit në Tiranë. Çfarë masash po merr MFE-ja shtesë përveç se njoftimeve dhe dhënies informacionit se kush është i licencuar, kush ka seli dhe kush jo? Në fakt, i referohen një titull i një reviste që për mua ishte aproporcional për disa arsye. Arsye e parë është që madhësia ose volumi i transaksioneve që kanë është minimal, ma të çfarë është e matshme në ato që janë të licencuar në total gjithë volumi i tyre nuk shkon më shumë se $700.000, që po ta krahasonim me ndërtimin me që kemi zotin Fratari, një pallat në Tiranë mund të bëjë 5-6 milionë euro. $700.000 është vlera totali transaksioneve të atyre që janë të. Vjet akoma masa ndërtimi, se bëhet fjalë për mini shuma që vijnë duke u akumuluar. Jo, absolutisht, por besoj që shqiptarët janë të djegur nga qumshti dhe tashmë po i fryn kosi, sepse piramidat e në theshtatës e kanë bërë maksimalisht efektin dhe janë shumë prudent. Jo dhe ashtë, thotë... Nëse shifrat besoj që të regojnë atë që në thëmë. Shqiptarët kanë mësuar këtë nga 97-a, jo gjitha kursimet e jetës investojnë në i vënd, po një pjesë të këtyre kursime absolutisht. Opinionit janë më shumë se dy, fakti është okej. Është njëri, dhe më thënë. Plasim qofse ne marim termin në vazuar nga filmi famshëm, pra jemi nuk asë një lidhje as logjike, as proporcionale dhe as në shumat e investuar. Gjithashtu e dyta është që edhe kultura jonë e investimit në platforma online është larg të qenit një kulturë për hapur në Shqipëri. Pastaj janë elemente të tjerë që, ka kaq shumë para që Nuk kushtet kur nuk ka shumë alternativa. Nuk ka hemoragji nga bankat, nuk ka problematik të shtuar. Gjithsesi depozitat kanë rënë, në thënë vlen theksohet edhe kjo. Gjithsesi është një fenomen i cili po ndodh. 1%. Domethënë rënja 1% mund të dedikohet rënjes interesave, sepse shumë njerëz nuk po marrin më kthime që prisnin. Mund t'i referohet... Nuk garanton që ti të vazhdojë e njëjta tendencë në 2016. Mos të trëmbim nga rënë depozit. Një minutë. Për çfarë qëllimi ti depoziton ato që tharë janë? Unë depozitoj, nesër do blej një shtëpi, do shoj fëmijë në shkollë, do bëj një investim. Pra, mund të ketë ardhur momenti u maturua do ta marr. Banka për këtë punë është i lë parat sepse e kam të pris likuiditeti. Dhe në vend ta mbaj në shtëpi lëm bankë. Dhe ulja e depozitave në bankë nuk është tregues. Mund turet, çdo të thotë me këtë, rritet konsumi në krahun tjetër. Zhvillohet ekonomia. Po nuk po ndodh kjo zoti Libor. Po ku i çoj para? Po këtë jemi duke diskutuar. Po nuk kanë rënë $700.000 kjo që thotë. Kemi rënje të konsumit, kemi të kurjet private të konstatuara nga Banka e Shqipërisë, kemi një inflacion nën objektivin minimal të Bankës së Shqipërisë dhe 2% arritje në dhjetor dhe kemi këto fenomene. Për këtë jemi duke diskutuar. Kjo nuk lidhet me këtë, ndoshta sepse mund të jetë një kategori e qytetarëve cilat depozitojnë për t'i ruajtur, po ka dhe disa njerëz cilët i depozitojnë pasi presin në fund të muajit apo në fund të një vjeçie që themi gjë tjetër, ato që themi ne bursat online lozin dhe kështu baste online, me 10 lozin online. Ço do të thotë, është kriza që nuk luajnë dot këto kompanitë që janë këtu.
Ideja ime është ajo pra është bashkë me bursën janë dy gjëra të ndryshme, nuk duhet të konfundohen. Mirë pra, një minutë pra. Në bazë ju çdo gjë ja lini shansit në një kohë që një bursë vlerësoni riskun e subjektit të cilit po investoheni. Nuk ka nevojë të lozësh online dhe shumë lozin me bursat jashtë me këto. Po kur veprimi bëhet pa informacion në Kjo do të thotë nuk ka lidhje pra me këtë se ka mungesë. Gjithkeqardhja e Aurorës besoj që lidhet me interesat e ulta. Kur është asimetria. Sigurisht unë jam të kur absolutisht dhe bëj pyetje që do publiku të shqetësimi i publiku. Jam shumë dakord. Normalisht base. Ky mund të në këtë jetë drejtim është një shqetësim normal, do ta thash në kushte normale. Në kushtet kur politika e Bankës Qendrore e orientuar nga qëllimi i rritjes ekonomike, pra tenton që duke mbajt dhe duke ulë normat e interesit në minimumin historik, tenton të dekurajojë kursimet dhe të nxjisë investimin. E para dhe dyta besoj që ja thash, që ka vende të zhvilluara ku interesat janë negative. Atë çfarë do thojet në këtë rast? Pra sigurisht që ekonomia mund të vijë një moment që për të nxitur do duhet të nxitet konsumi dhe të nxitet investimi. Është shtim të ardhuravë të Jo, nuk ka rritje ekonomike, por qëllimi është rritja ekonomike. Qëllimi është rritja ekonomike. Qëllimi është gjë tjetër, sepse janë vende që kanë rritje më pak se sa 1% ose kanë pasur edhe rënje. Kanë pasur rritje strukturale. Do vjen një moment që në ekonominë shqiptare. Kemi të dhënë asaj rritur fondet e investimit. Fondet e investimit janë rreth do ta llogarisja 607 milion lek, do të thënë 5 milion euro. Jo, më fal. Ka 600 milion euro mos është që janë dy fonde investimi. Rreth 520 milion euro. Mendimi im është dhe që ka një rritje të shpejtë në 4 vite, domethënë ka filluar në 4 vite. Domethënë mendimi im është aty shkon sepse është normale që aty ka shkuar depozitat nëse vetëm për të sqaruar një element. Nga pikpamja metodike, unë kam qenë kritik me shifra që përgjithsisht i referohet edhe banka, edhe media kursimeve. Edhe parat në fonde janë kursime. Dhe ky është totali kursimeve. Sigurisht që nëse unë shkoj sot tek banka, tek e cila i ka 2 fonde të investimeve, ajo më thotë që intereset madje kjo bank të rishin nga depozitat dhe investoj këtu. Jo pa qëllim, intereset depozitave sot i ka me shifre mas presës mas 0,2% në vit. Se si interesojnë depozitat, interesojnë. Ama më falë, është banka më e madhe e sistemit. Nëse kjo bank ka kaluar, ka orientuar, atëherë pra depozitat aty janë në banka, po janë në forma të tjera investimi, nuk janë forma depozitave me afat. Vim te pjesa që përsërit vetëm një gjë. Domethënë, ideja ime është që nuk është kollaj të kalosh nga depozita në investime online. Është një hap shumë i madh, por riskun e njeriu e percepton rrezikun, domethënë megjithëse mund mos ketë dieni. Kështu që mendimi im është që shkohet në investime të paraafërta nga pikpamja e rrezikut. Domethënë një kandidat i mundshëm fondet e investimit, jo drejt për drejt në bursë, nuk kalohet përherë, domethënë nga depozitat në banka, preferon sigurinë etj etj. Që të bëjë çik avokat me djallin tavolinë. Po unë qofse jam një kursimtar i thjesht, nëse nuk kam asnjë lloj alternativë përveç një fond investimi në Shqipëri, atëherë ku do i çoj parat? Pra, çfarë dua të them me këtë? Dua të them me këtë që herën radhë parë bankat vetë vazhdojnë ta përsëris, duhet dalin nga bankingu tradicional dhe fillojnë të mendojnë për produkte të tjera financiare, alternativa të tjera financiare të shtuara, që t'i japin ti konsumatorit, t'i japin ti kursimtari alternativa më të mëdha me norma të ndryshme. Dhe fond investimi janë një ndër to, që do thotë edhe bankat e tjera, ashtu si banka në fjalë që po flasim, që ka një fond investimi, duhet fillojnë të mendojnë seriozisht, të ngrenë grupe profesionale, që të fillojnë të krijojnë portofole titujsh që janë shumë herë më të mirë menaxhuara, dhe t'u shesin të me pjesë za, me units që quhen, të fond investimi qytetarëve. Në anën tjetër, por jo më pak e rëndësishmja, pra tregu duhet iniciuar nga vetë operatorët në fakt, po dhe regulatorët, dhe këtë e them disa herë edhe me qënë se kemi dhe Zoti Melani këtu, dhe regulatorët du t'jenë gjithmonë tregu para regulatorët, në gjithë botën. Por regulatori duhet, një regulatori mirë, duhet që gjithmonë ta ndjek tregun me të njëjtin ritëm, me të njëjtin shpejtësi. Çfarë dua të them me këtë? Që qoftë autoriteti mbikëqyrjes financiare duhet të jetë sa më shtyrës do të theshja drejt këtyre bankave për subjekte që nesër pas nesër vinë me alternativa të ndryshme, me produkte të ndryshme financiare për të licencuar tek meqense autoriteti financiar ka të bëjë me tregun e titujve, apo në bankën e Shqipërisë me operatorë të tjerë, siç mund të jenë institucione mikrofinance, siç pra gjithë këto ndërmjetës të tjerë që dalin për te bankingu tradicional dhe çfarë bëjnë? Mbushin këto boshllëqe, pra krijojnë këto urat e vogla mes qytetarëve që kanë depozita dhe bankave. Vetëm një fjali për të saktuar këtë që thotë zoti Gjergji. Realisht fondet investimet janë parë si mundësi investimi nga pikpamja e kërkesës, janë parë si çështje për rregullim nga pikpamja jonë si regulator,
Pra kemi miratuar rregullorin për likuiditetin, për marzhet e likuiditetit. Gjithashtu ne kemi lançuar javën që kaloi një projekt rreth $1.5 milion të financuar nga qeveria zvicerane, të propozuar dhe të menaxhuar nga Banka Botërore për një mision ekspertësh që do vlerësoj 2 fondet ekzistuese dhe do bëj gjithë paketën regulative për obligacionet e qeverisë vendore dhe obligacionet e kompanive private, që do jenë dhe 2 instrumenta të tjerë financiar që i shtohen këtij tregu financiar. Atë rregulatorët që kanë rregull i ngjelet bankave. Sigurisht që jemi në rregull dhe besojmë që projekti do ta kopertojë, do ta mbulojë të gjithë fushën. Atëherë nga pikpamja ligjore edhe sot ato ekzistojnë, pra sepse parashikon ligji për titujt, por nga pikpamja regulative sigurisht që duhet mbushë gjithë spektri, sepse në përputhje me politikën dhe strategjinë e qeverisë për mbajtjen e borxhit, sepse fundit ai do klasifikohet si borxh, edhe bashkitë, sidomos bashkitë e mëdha, për shembull Bashkia e Tiranës, nesër mund të emitojnë obligacionet e tyre, mund të financojnë projekte. Kjo do ketë problematika të mëdha duke pasur parasysh se një pjesë e bashkive janë me humbi aktualisht, janë me borxhe të brapamendshme. Investitorët do të dinë të dallojnë bashkitë dhe bashkitë besoj që do kenë një instrument shumë mirë financiar. Shkurtimisht nëse. Domethënë të fundit për këtë pjesë. Unë mendoj që krijimi një tregu sekondar të tregtimit të letrave me vlerë do të jetë shumë i rëndësishëm për likuiditetin e fondeve të investimit. Domethënë është një gjë që duhet bërë, sepse tregu sekondar sot është me transaksione të vogla, të kufizuara dhe fondet e investimit normalisht kur ka kërkesa të mëdha relativisht për blerjen e kuotave, për shitjen e kuotave, për daljen nga fondi, mund të jenë në vështirësi për gjetur treg për të shitur. Një hapësirë publicitare do të flasim në pjesën e fundit si është mirë të bashkëkursimet në lek, në valutë huaj, në euro, në dollar dhe si është klima për të bërë biznes. A mbetet aktiviteti privat një alternativ ende fitimprurse në Shqipëri? Rikthehemi në studio. Të bësh biznes, të zhvillosh atë, të investosh për të zgjeruar për titull prodhimin apo për të marrë në punë të tjerë punonjës. Mbetet një alternativë aktualisht në Shqipëri duke pasur parasysh gjendjen e përgjithshme të ekonomisë. Nga ana tjetër edhe lajmet që vijnë nga vendet fshi nuk janë shumë të mira. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit bërë publik sot ka parashikuar në ulje rritjen ekonomike globale, vetëm 3.4% rritja nga 3.6% e parashikuar, me ngadalësim 0.2% edhe rritja ekonomike vitit të ardhshëm. Zoti Fratari, të bësh biznes sot, është një alternativë investimi? Në Shqipëri është shumë e vështirë. Po të shohim komshit tanë, Malnezi dhe Maqedonin, taksat janë shumë të ulta. Në Maqedoni e ke 9% taksën, të atim fitimin. Të turizmin e duan të ullin 6%, dhe Greqia e ullin 6% të vërshën e turizmit. Atëherë, ne po shohim shumicën e investitorëve që vinë të ne, me njëherë kalojnë Maqedoni. Kur shohin taksat e nese, janë dhe taksat e shefta, në përgjithësi taksat e ne shkon rreth 20%. Kurse e ka një taks të fikse 9%. Dhe nuk e di e pat lajmin, edhe Aston Martin do të hapi fabrik në Maqedoni. Është një deri madh që i bëhet Maqedonisë. Në Kërçovë erdhi Amerikani këtu që e pruri kryetari i Dhomës Tregtisë Shqipëri-Amerikë, erdhi kur pa ato taksa, ndeti vetëm disa orë. Këtu shkoj në Maqedoni, hapi fabrikën në Kërçovë, 300 vetët punësuar. Pra, taksat të larta janë një ndër arsyet që të bësh biznes nuk është investim shumë i leverditshëm aktualisht. Të bësh biznes në Shqipëri do ke dhe riskun tjetër që ti jep shumë në rregull, por ke atë riskun je më keq se në diktaturë. Se në diktaturë kishe një rregull që po të bëjë në një gabim të arrestojnë. Këtu të fusim pa gjë. Të mere i të futë mërënda pa asë një gjë. Unë kam pa dhe në kurris tem. Duke qenë me leje ndërtime gjithë, kam bërë leje, thonë, më e kam leje, ja ku e ke. Qartë, më thënë është pjesa e presionit të administratës. Ekonomia po vete sa vjen edhe më keq. Qartë. Do doja lidhje me zotin Shatku. Zoti Shatku, pa dyshim që noteria është biznes në vetvete. Si është aktualisht klima? Tani, edhe një farë biznesi mund të jetë, po element kryesor është një konsultim i drejt për drejt sa më afër interesit të qytetarit. Pra është një orientim, është një zbatim në praktikë të drejtave, si nga ana procedurale, nga ana formale, ashtu dhe nga ana organike, sepse që gjithsesi garanton një fitim në fund të muajit.
sepse ndryshe njerëzit nuk investojnë në këtë drejtim, të hapin zyra. Si është aktualisht të investosh në këtë drejtim, në sektorin tuaj? Doja këshilloni të gjitha atyre që mbaronin jurisprudencën? Do t'ja këshilloj atyre të cilët mbarojnë fakultetin e drejtësisë, të cilët janë jurista, të cilët i referohen neni 2.a të ligjit për noterinë, të cilët e ushtrojnë profesionin me ndeshmëri, me pastërti, me sinqeritet, me përkushtim, me bindje se do t'jenë, pra do t'i përfaqësojnë interesin e qytetarëve, por elementi pozitiv në këtë drejtim është që ka rreth 60 ditë, mos ka bëj 60 ose 90 ditë, që noterisë i është shtuar dhe një komponent shumë i rëndësishëm, që është regjistrimi fillestar i subjekteve. Pra atë që mund ta bëni në QKR, kjo kompetencë mund ta bëjnë pra regjistrimin fillestar. Kanë shtuar klientë, statuti dhe akti themelimin që ato krijojnë si person fizik mund të regjistrohen drejt për drejt. Element tjetër pra pozitiv, po në fushën e transaksioneve, ose mund të themi dhe në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, është fakti që sot është firmosur një memorandum bashkëpunimi midis përfaqësuesve të zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, përkatësisht për drejtorit përgjithshëm të saj dhe me presidentin e Dhomës Kombëtare të Noterisë. Ky memorandum bashkëpunimi është vendosur që t'i ofrohet akses qytetarit në pikat e noterisë, pra rreth 27 themi procedura juridike, duke filluar nga kontratat, nga rifreskimi i kartelave, nga rishqigimi, blokime. Pra të mos shkojmë në zyrat e hipotekave, po të marrin këto shërbime pra noterisë. Ky është një element pozitiv që e kanë jo vetëm vendet e rajonit, por edhe vendet perëndimore. Pra t'i ofrohet vetëm një hapësira më të mira për noterët, kështu që të paktën për këtë vit është premtuar si biznes. Hapësira më të mira edhe për noterët, po edhe për qytetarët mbi të gjitha. Faleminderit zoti Shatko. Zoj Libova, klima e biznesit do ta pa dyshim që të bësh një biznes, vën lëvizje motor të ekonomisë, kushdo pak nga ekspertët do të këshillon të qytetarët që të rrisë investimin, si do të këshillon të qytetarët që të rrisë edhe konsumin. Aktualisht si do ta vlerësonit? Shiko, varet, ka grupe, se ka dy këndvështrime, ka ata që janë gjithmonë kurajos, që janë të aftë, zot, e gjenë dhe në situata krize dhe në situata mullie, e gjenë shtegun ku t'investojnë dhe t'jenë sukseshëm. Ndërkohë, situatë perfekte për biznesin, si që pretendohet në vëndet janë super zhvilluar, ku dhe legislacioni është i kopsitur dhe nuk ka këto probleme, ose disa nga problemet që përmendi zoti Fratari, sigurisht për një kategori të tillë do është e vështirë të bëhet biznes. Pra, gjithmonë, unë jam ato që asnjëherë nuk mund të thuhet never say never, pra asnjëherë mos thuaj kurrë, sepse ka mundësi në çdo situatë. Sigurisht, sistemi i taksave këto po të jetë më i ulët më mirë është, por kjo është situata dhe ka riskun e tij. Ka riskun e tij, por nga ana tjetër ka dhe ato, se thosh, ato që prodhon për qeverinë apo për fondet publike në ndihmë të gjithë. Pra ka vlerë edhe në situatën aktuale të ekonomisë, shpreha famshme që në periudha lufte apo në periudha krize një pjesë e bizneseve dalin shumë të fituar, apo rriten apo zhvillohen. Pjesa më e madhe e biznesit suksesshme ka dalë nga situatat e krizave, sepse ka luhatje çmimesh, ka kërkesat specifike, jepen shanset, jepen. Vlen kjo për bizneset e vogla dhe të mesme në Shqipëri, ato që përbëjnë edhe gati 90% të totalit të sipërmarrjes private në vend? Bizneset e vogla dhe të mesme kanë disa minuse në krahasim me biznesin e madh. Qoftë edhe për kreditim, domethënë ne kanë kredinë e marrin më me vështirësi, se janë të vogla, nuk shfrytëzojnë dot ekonominë e shkallës, që ju jep një avantazh bizneseve të mëdha. Dhe kur e marrin kredinë e marrin me norma interesi relativisht më të larta se biznesi i madh, sepse konsiderojnë risk më i lartë. Në periudha, sidomos në periudha kur ekonomia rritet ngadalë, bankat janë përzgjedhëse dhe në një farë mënyrë edhe këto e vuajnë. Kështu që të jesh biznes i vogël dhe i mesëm është më vështirë, sidomos në periudha të vështira ekonomike. Do e këshilloni dikoj që ka një shumë, le të themi, relative. Diskutoj dikut nga 1 milion në 10 milion lek apo 15 milion lek ta hapte një biznes në këtë situatë. Pasi ata që kanë 100 milion i gjenë vetë mënyra se si të investojnë. Pajtojmë atë që tha zoti Libova. Po pati idenë mirë të biznesit, pavarësisht nga situata makro, ti e ke idenë fituese, domethënë, biznesi varet nga ideja. Po e pati idenë fituese, ta hapësh në çdo situatë sepse sa më shumë punohesh, aq më keq. Edhe për të shumë ai rekomandon. Madje. Varet nga ideja. Bizneset e vogla janë të dizavantazhuara në aspektin e krijimit të burimit financimi, pra nuk gjen dot kollaj burimi financimi,
po në aspekt në alokimit të kapitalit tyre janë më fleksibël se bizneset e mëdha. Thënë ndryshe, nëse shohin që një biznes që xhapo e bëjnë aktualisht, një piceri ose një ashtu nuk ka xhiro, kostot e tyre për të transformuar në një tjetër biznes që mund të ketë më tepër potencial në inflaktore, në bizneset vogla të tjera, janë shumë herë më të vogla se një biznes i madh. Pse? Sepse biznesi i madh ka investuar në linja prodhimi, ka bler një fabrikë madhe me, një kombinat madh që prodhon një të caktuar dhe e ka shumë të vështirë të adaptohet me kushtet e reja të tregut. Bizneset e vogla dhe të mesme mjafton, siç u tha nga parafolësit, të identifikojnë një ide që mund të jetë potenciale, një mini sektor që mund të jetë potencial, dhe kanë më të kollaj të kthesën sa një biznes i madh. Bizneset e mëdha mund të marrin më kollaj financime nga tregu financiar, kjo është vërtet. Një shembull, tamam në këtë kohë që themi kohë krize dhe kohë e vështirë, domethënë që ka vite po themi mas 2008-s, ka lulëzuar biznesi i serave në bujqësi. Domethënë ne kemi shumë qindra raste, sidomos në zonat që janë Elbasan, Fier, Berat, Lushnjë, çfarë ka ndodhur me investime minimale që janë 4-5.000 euro jo më shumë, me mini kredi ose mikrokredi të ofruara nga Unioni Kursim Kredit dhe shoqatat e mikrokredit, apo nga Fondi BES, apo nga to që janë në këtë territor, kanë bërë të mundur që ato të jenë shumë suksesshëm sepse risku është i vogël, investimi është i vogël, brenda 2-3 vitesh ato shlyen investimin, pra shlyen dhe kredin që kanë marrë dhe pastaj vazhdojnë dhe krijojnë investim. Pra është gjetur një kanal që është konsoliduar tashmë. Si të tilla mund të ketë pastaj dhe kredime të tjera. Kështu që nuk do të thotë gjë për Zoti Melani, ju do e rekomandonit zhvillimin e biznesit apo hapjen e një biznesi të ri në këtë moment? Po besoj që më tepër si ekspert tani, po flas nga ajo çfarë ne na ka ndodhur me krizën në Greqi, po shikoni shumë nga emigrantët tanë janë kthyer me ato pak kursime ose edhe shumë kursime, sepse mendoj që një pjesë të madhe të kursimeve në bankat greke kanë pasur edhe emigrantët shqiptar, kanë filluar të hapin përgjithsisht biznese nga të cilat janë të vetë punësuara. Unë isha të jam gjithmonë për këtë klimën favorizuese për këtë lloj biznesi, duke e vlerësuar qoftë për shkallën e tativimit të cilat është hequr, por edhe lehtësitë të tjera. Edhe rritja kufirit xhiros është një mundësi tjetër. Xhirot po flas për të klasifikuar si të vështirë pra nga 2 milion të reja në 5 milion të reja për të hequr atë frikën për kuponin. Sigurisht që do isha që klima dhe gjithë instrumentat ishin më miqësor në kuptimin e ndryshimit mes policit që të pret mas kthesës me policin që të drejton rrugën dhe thot ecë vazhdet pa ato standarde dhe kujdes shenjat. Sigurisht pas nëse sjellja do ishte përsëritur, do të ishte patjetër të përdorur ky instrument, por përgjithsisht sidomos me bizneset e reja është si dikush që është në një rrugë që nuk e njeh. Do ta orientosh në rrugën e duhur për të Pra, një klimë miqësore. Duhet i mbajmë kursimet në lek, në euro apo në dollar, duke pasur parasysh se të paktën gjatë muajve të fundit ka pasur një rënje të ndjeshme të euros, se ka marrë disi vete në kuotën e 139 lekëve, dollari ka pasur një forcim si pasojë bursave. Çfarë do rekomandonit? Ti bësh një pyetje një ekonomisti të mirëfillt, që të ndershëm në aspektin e teorisë, e ti thuash, a duhet i mbaj kursimet në një absolutisht përgjigje do jetë në monedën kombëtare, sepse gjithë duhet kemi besimin tek moneda kombëtare. Kjo është teorike, praktikisht çfarë ndodh? Sepse kemi nivel të lartë të euroizimit të ekonomisë. Çdo shtet, çdo bankë qendrore lufton fort për monedën kombëtare, për stabilitetin financiar të vendit etj. Megjithatë, nëse flas thjesht si ekspert i tregi financiar dhe investimeve, do thoja dhe do sugjeroja që gjithmonë të ketë një diversifikim portofoli i themin e në gjuhën tonë, apo një farë larmishmërie të kursimeve, dhe mundësisht ata qytetarë me kursimet e tyre, një pjesë është mirë ta mbajnë në lek, një pjesë është mirë ta mbajnë edhe në valutat e forta, sidomos tani që kemi një farë kthese me dollarin, u rritën normat e interesit, dhe zakonisht kur rritën normat e interesit do thotë që çmimi i dollari vjen duke u forcuar, duke u rritur vlera në treg, kështu që e njëjta gjë pritet dhe me euron, ndoshta jo shumë shpejt, por tashmë i kanë ezauruar nivelet e tyre më të ulta si euro si dollari, Banka Qendrore Europiane dhe Federal Reserve, kështu që kahu i kthimit të normave të interesit do jetë të drejtërritjes dhe kjo do të sjellë edhe rritjen e vlerës së këtyre monedave kombëtare. Kështu unë do sugjeroja. Nëse kemi 2 milion, 1 milion lek në lek shqiptar. Nëse do kemi 3, unë do sugjeroja nga 1 milion të gjitha. Vetëm shkurtimisht, ju lutem se janë minutat e fundit.
varet nga shpenzimet. Si do t'i bësh shpenzimet? Eventualisht. Si do t'i bësh shpenzimet? Në qoftë se i ke shpenzimet në lek, mirë është t'i mbash në lek. Leku është një monedë me inflacion të ulët. Inflacioni është ai që duhet të flasim për kursimet, nuk e përziem fare konsumin. Shpenzimet do kthej. Mirë, pra, ajo është varet në qoftë se ke shpenzime në euro, do të thosh disa herë ashtu, mund t'i mbash 10% në euro. Në varësi të shpenzimeve të planifikuara. Por sugjeroni lekun. Unë sugjeroj si mbas shpenzimeve dhe me që jemi shqiptarë dhe shpenzimet i kemi në lek, kryesisht në lek. 2-3 vite fundit kursi ka qenë diku stabil, euro në 140 lek, euro në 125. Nuk ka rënje shumë të madhe. Kjo pyetje është bërë në këtë tavolinë ose ke televizionit tjetër që si du ta marrim kredin. Ajo është tjetër gjë. Prit, dhe është e kundërta e kësaj pyetje. Që do të thotë, duhet ta kesh monedën tënde në ku do e kesh shpenzimin ato monedë do ta mbash. Ashtu siç e kredin, që nga do e kesh burimin e shkruar si këmbimi nga luhatjet. Kështu që jam dakord me Jo tamam, ja t'ja u hedh poshtë, sepse unë shpenzime gjithmonë në lek do i kemi, se jemi qytetarë shqiptar, po them. Po tash nuk po flas për një person që do udhtojë, nuk flas për publikun. Kredin e shtëpisë e paguan në euro. Shkollën e fëmijës e paguan në euro. Ke shpenzimet në euro. Ajo është tjetër gjë. Po këto janë hyn ke shpenzimet rutinë me euro. Po lutem, Edvin. Këto hyn ke shpenzimet rutinë dhe ne jemi shqiptarë, jetojmë në këtë vend dhe shpenzimet tona do kemi në lek gjithmonë. Jo. Pyetja vjet, a duhet të në përgjithësi, nuk po them për kredin. Kredia është një këst. Do blej shtëpi viti shkollës, makinën e gjithmonë diversifikimi redukton. Gjithmonë diversifikimi dhe vetëm valutat. Gjithmonë diversifikimi redukton sepse janë si puna e kontrabalancave të njëra tjetrës. Kjo është teorike. Mirë, ajo është debat tjetër. Shpenzimet ta përcaktojnë peshën. Mirë, shpenzimet përcaktojnë peshën, po pra diversifikuar. Jemi dakord për diversifikim si mas shpenzimeve. Dakord. Të dashur miq, kemi folur sot për alternativat e investimit, çfarë ofron ekonomia dhe tregu shqiptar për ata që kanë shumë para apo edhe pak apo mesatarisht, kursimet e tyre ku duhet të investojnë për të garantuar një fitim të lartë, por me një risk më të ulët. Bankat mbeten një ndër alternativat kryesore edhe pse normat e interesit të depozitave kanë rënë tashmë ndjeshëm, madje mund të them në nivelin e inflacionit, atë ndryshe atë që qytetarët e fitojnë nëpërmjet interesit në bankë humbasin nga zhvlerësimi i lekut, dhe në fund të ditës nuk është se garantojnë ndonjë fitim të madh. Por gjithsesi mbeten një alternativë mirë për kë do t'i ruaj dhe të jetë i sigurt. Bonot e thesarit, edhe pse garantojnë fitime më të larta se depozitat, së bashku me obligacionet shumë vjeçare, 7 dhe 10 vjeçare përkatësisht, gjithashtu kanë pësuar një rënje të interesit të tyre. Të bësh biznes ka riskun e tij, por padyshim situata të ngadalësimit ekonomik apo në situata krizës siç është vërtetuar vitet e fundit edhe në vendet e tjera, në rast se zgjedh sektorin e dur dhe idenë e dur, projektin e dur, padyshim që garanton investime. Fondet e investimit mbeten një alternativë shumë e mirë me një risk të lartë, por kanë një normë të lartë fitimit, por padyshim mbeten të kufizuara në Shqipëri, duke pasur parasysh se ende nuk ofrohen në masë të gjerë dhe qytetarët ende nuk janë injektuar me kulturën financiare. Fajdet dhe bursat dhe kompanitë që ato ofrojnë bursat online, po që janë të palicencuara, janë ato të cilët kanë risk më të lartë, kujdes të gjithë qytetarëve apo bizneseve të cilat do futen në këto lloj skemash për të garantuar një fitim më të lartë, pasi risku është shumë i lartë. Unë do të falenderoj të ftuarit e mi mbrëmje sot, me zotin Libohova, zotin Melani, zotin Gjergji, zotin Kadareja, padyshim dhe të ftuarit e mi që ishin pjesë e këtij paneli në studiot paralele në televizionin Ora News, zotin Fratarin dhe zotin Shatku. Do ju lija takim të martën e ardhshme në Ekopolitik, do t'ju rikujtoja ritransmetimin e këtij emisioni nesër në Channel 1 në orën 13:30 ditën e njëjtë në 23:30 në televizionin Ora News. Natën e mirë.